milioner tani për të dalë, për të thënë që o vlla ka hall Milani. Me fjalë, e kanë bërë shumë rëmuj të madhe. Shive, profe, njerëzit që kanë kontribu rregullisht, qoftë edhe me 1 lule, qoftë edhe me 1 euro, 5 euro, në shumë GoFundë, se shqiptarët janë gjithë bamirësa. Shqiptarët me mundësin që kanë një muqdore. Nuk do me thotë që në bazë këtij rasti, shqiptarët nuk do t'i përgjigje ma GoFundëve ose ndihmave që kërkojnë njerëzit. Problemi do t'jetë, po u hap GoFund me Aleksin ose me El Parubin. Aty do t'ket njerëz që do të thojnë avash para qëtësi. Njerëzit, ata që kanë kontribu çdo herë, aty nësë mundesh me jaunal dorën, ata do t'a verifikojnë rastin, se shumë herë kanë verifiku të gjithë vëlla. Ose kanë besu që është i verifikum, po gati 90% GoFundëve live kemi qitë faktura spitaleve nëse të kujtohet. Kemi nxerr dokumente. Ne jemi munduar të nxjerrim sa më shumë tjetë e mundur kemi nxerr dokumente. Këtu përveç fotove e videove që kanë nxerr, këtu s'ka nxerr kush një proforma ose një ofertë që spitali e ka bë për intervenimin eventual. Nëse dëshironi që ta bëni këtë intervenim, kostoja është kjo. Une jam çudit shumë si ka mujt mu pranu GoFundi pa GoFundi parë, kur e kanë hapë të parin, si ka mujt mu pranu pa një dokument tillë, pa një proforma ose pa një ofertë nga spitali. Kush do qoftë ai spital? Për ta hapur GoFundi thua tje? Po. Se faqja e GoFund mirë? Po. Ore, hap aty, të hap unë do të bëhem bilioner, nesër e këtë hapur për 1 bilion pound. Po për 1 bilion pound, po jënë pagu 180.000 euro e se ka kthy GoFundi as 1 lek mrapa. Po ato 180.000 i kanë ikur o vlla, kanë vajtur në bank ato. Ato s'kthehen. Se ato se shiko tani do të them, GoFundi çon te banka. Banka nuk i kthen GoFundit në mbrapa. Po arritën bankën, nuk ka fuqi GoFundi. Po nëse arrisin te banka nuk figurojnë ende te GoFundi. Jo figuron ajo shumë, vlera duket aty. Po, a? Po, duket ajo, vlera sa është aty që është grumbulluar, ajo duket. Dhe në ato vjen o çdo javë, o çdo 2-3 ditë, varet se si e lë. Në momentin që lekët arrin nga llogaria e GoFundit te llogaria e bankës personale që ti e ke lidhur, nuk ka shanse të kthehen lekë mbrapa nga ato. Ato që janë në llogarinë, që janë në procesim të GoFundit, ato po mund të kthehen mbrapa. Ato po jo pjesa që ka vajtur në bankore, pjesa që ka kapur bankën, ajo është rejë që mund të jetë pa çepilaf. Njerëz ju që po pyetni kush do i kthen lekt, kam dëgjuar kampanje memo që GoFundi është denoncu, është bloku, edhe kanë fillu t'ja u kthejnë GoFundi njerëzve, kontribuesve lekt. Kështu që keni dorim që nuk mund t'ju kthej gjithve për nësi kam dëgju ashtu edhe kam pa dikush ka publiku që i ka marrë lekt mrapa. Po sikur ose 1% shembull, se nuk mund të themi që s'ekziston. Po sikur vajzat jenë vërtet e smur. Po na? Po sikur të dali, sepse vajza ka pasur leuqemia, për pasur. Dhe rasti leuqemis qenga shëroheshti, por është ajo rrika e fshet. Dhe mbas një periudhe shfaqet sërish. Pra mund t'i shfaqet asaj për 1 muaj, për 2 ose për 3, ose edhe për 5. Po mund t'i shfaqet. Atere mund të dalë ajo me letra. Ka bo Pietros i pas kanë shku mrapa. Nuk e vend diskutim. Mund të dalë ajo pastaj dhe të thoj, doni letrën ju? Po. Doni që me shriktyrë zëmundja? Po. Duke të thënë ata që e vrau ky e pam ne, dalë të në ta se do t'a gjykojmë mirë, prit. Dhe pasandaj do t'a fuzim burg, do t'a dënojmë. Po t'japim mirë masën, pasandaj t'japim sa vjetë burg meriton. Tani, po si kur t'i rikthejet, se nuk është çuditë, ekziston.
1% mundësi, po mund të ndodhi. Dhe mund të ketë nevojë, se u them kështu, familjat e mu. Ata janë thjesht nisur, nëse është pa dallaverore, se po të jetë me dallaver brenda aty, është ashiqare pastaj. Po, në qoftë se familja është nisur nga fjalët që duhet bërë transplanti shkon kaq, këta kanë thënë që ne nuk i kemi lekët, hajde i kërkojmë aty të i kemi si garanci se mos dihet duhet bëhet transplanti. Pra mund të jetë edhe kjo, u çudi. Shive, problemi është që nëse GoFondi është bllokuar dhe siç po thonë shkuj njerëzit tu që janë të ju kthy lekt, unë vetëm e lut Zotin që asaj mos t'i kthehet ajo smundje. Ore inshallah, vajzat. Ajo do të ketë vetëm dy zgjidhje. Një, t'ja paguaj komplet intervenimin, sigurimi mjekësor apo firmën të cilën punon. 2, të shkoj e të bëhet angel, se s'ka tjetër zgjidhje ajo. Populli ata ma nuk e pranon dorë. Pra kjo është ideja. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po. Mirëmbrëma, prof. Edhe ka po. Si keni kaluar? Mirë. Lafet o sam nuk mbarojnë kurrë, të kesh vllai, janë llafe populli, llafe njerëzish. Njerëzit që ngrenë zërin o të kesh vllai gjithmonë shkojnë në humbje. Edhe kur vjen me një të drejtë. Unë para 3 vjete ka që fillimet e mia dhe kam hapur një GoFund, mbasi motra që e kishte hapur për vllan, ka rritur, ka mbledhur diku te 50.000 euro. Nuk e di se e mbani mend si rast, kemi mbledhur 185.000 euro për Turqi. Djalin e kemi çuar në Turqi. Kemi bërë dhe llafe me spitalin Turqi, se në fillim na gënjeu, na tha 40.000 euro me gjithë çater. Dhe na i bëri 40.000 euro, 45.000 euro vetëm për një muaj. Dhe çdo muaj do paguanim nga 30.000 euro. Gjeri sa unë kam shkuar vetë në spital, në Turqi, po fakti është, kur hapen GoFondet, duhet të çosh një letër nga spitali, që GoFondi ta pranoj dhe të hedhi lekët në bankët. E ka hapur e motra për herë të parë, kemi mbledhur disa lekë në dorë, dhe kur e ka hapur, ka rritur deri në 50.000 euro. Në Itali ajo bën 7.30, ti e di çfarë është sen? Po. Okej, nuk ja kanë quajtur 7.30 për faktin sepse ajo duhet paguante taksa për punën që bënte dhe për këto lekë që i ka marrë, sepse Italia nuk t'i njeh. Dhe karikohet në 7.30. E ka mbyllur, më ka kërkuar një nder mua, më ka thënë aman ka po ma hap një ti, e kam hapur unë një GoFund në fillim, nuk arrita t'i deklaroj, t'i dërgoj dokumentat në kohë, diku te 3-4.000 euro GoFondi e bllokoi të parin dhe ua ka kthyer njerëzve lekët mbrapa. Ka dhe që e bën vetë GoFondi pa e denoncuar. Në momentin që ti nuk i dërgon dokumentat në kohë reale, që ti kërkon të jep kohë 3 ditë, vetë GoFondi ja ka kthyer lekët mbrapa. E kam hapur unë GoFondi në emrin tim. Kam mbledhur diku te 48.000 euro, të gjitha me fatura të dërguara të gjitha në spital. Kam shkuar kur kam bërë dhe 7.30, unë kam paguar lek ose me beson apo jo. Për faktin sepse kur neve ngrem zërin dhe vin një aty thotë kam GoFondin e hapur, i le mund të bëj vetëm ai që hap GoFondin osam. Dhe ti që vete e ndihmon, ti vete pa një të keq, si rasti që ka ndodhur tani. Për mua është një rast që është vërtet personi tretësisht e ti që ka brenda në e ka bërë të gjithë lojën. Është e kot që jo tha X i kështu, jo tha filani kështu, është e kot të keq e vllai. Nën Tereza ndihmoi gjithë botën e prap doli hajdute valla. Është gjuna. Unë nuk e di, po unë jam shumë kështu se them, ore, po sikur kjo, po sikur ajo me fjalë, laj një sikur se nuk i dihet. Pasandaj, ore, mund të jetë edhe diçka, ore. Ore, vajza mund të jetë zmur vërtet.
pranë vajzës mund të ketë në një rob që ka shfrytzuar situatën. Çku surta vajza? Po pikërisht duhet kjo gjë duhet marr shumë e qetësi. Ore vlla, vajza mund të jetë smur ore. Po ore ka po. Ka shumë raste që njerëzit përfitojnë nga fatkeqësia e tjetrit. Shumë ka. Shumë. Atëherë, duke njohur natyrën njerëzore, që jemi shumë të shëmtuar dhe mundohemi edhe në rastet kur nuk duhet përfituar, të përfitojmë. A mos ndoshta mund të ketë ore pranë vajzës ndonjë person që e shfrytëzon rastin dhe vajza mund të jetë vërtet smur. Po mirë, o prof, më falo prof tani. Vajza mund të jetë vërtet smur. Po a e din që kur hapet një gonfond ti duhet ta hapësh në personin që ti ke besim, sepse nuk hapet. Unë po vdes, do pyes unë se kush më thot njeri do të shpëtojmë, do mbledhim kaq lek, shqyr them unë do shpëtoj o vëlla. Çfarë do mendoj unë? Çfarë do? Ore po pse do mendoj unë, po të jetë për mua se do jam duke vdekur unë, do mendoj se çfarë do ndodhje. Seriozisht e ketja. Do mendoj unë se çfarë po bëhet. O them shqyr shpëtoj o vëlla, pa ndroj mëlçinën. Ose ndroj shpretën ose ndroj zemrën o vëlla, troç. Çfarë do mendoj unë? Qa po bet, qa po ndodhe, u dhe ma u blesuam, po shqyqyr zotit. A i mund ketë nërment, a i tjetërin kratë tim që në vend zemrës njeriut mund vej zemrë derri, mu dhe më desu mu. Tani, nejse unë nuk e di se, unë kam djegur edhe atë çfarë kanë thënë në intervistë familja, dhe kanë thënë që ka qenë e smur, është shëruar, dyshohet për rikthim, dhe për këto gjëra faktikisht, jo duhet vej diku me spital, edhe të paktën detyrim moral ndaj atyre njerëzve që kanë dhënë lek për të shpëtuar jetën. Nëse ti moj vajz je e smur, na i bëj halal në shoqërisë se nxitohemi, nëse nuk je e smur, haram ju qoftë, por nëse halli ka zënë dhe je e smur, shko në një spital tamam, shko bëj analizat gjitha, ndil me një doktor aty që të shpjegoj situatën tënde, përkthej atë doktori me një përkthys, merre një përkthys, tamam, ta përkthej në një video live me një televizion, jemi në situatës edhe jem rregull. Ajo e flet anglisht në perfekt. Po pra një diçka të tillë të bëjo, është shumë e thjeshtë. Po mirë, o prof, po nëse është smur, ne gjithmonë ka shqiptar që janë këtu dhe e ndihmojnë prapë në e para, nëse vërtet është një person smur. Po angeli deri tani për të verifikuar ajo, këtë rast se është smur ajo? U them kështu kapo, me pastërti, them unë me logjikën time. Nëse ata kanë vërtet situatën të tillë dhe ndodhi gjithë kjo gjullurdi që ndodhi, unë kisha në vend asaj, nuk më kapje dot me telefon, mua. Më kapje dot me telefon jo, për krau mund më gjejmë në një vend. Po që të më kapje me telefon bas gjithë kësaj gjullurdije që u ndodhi këtu. Po ajo është ngritur, është ngjallur, është vdekur, është varrosur, është ngjallur, është varrosur prapë, është ngjallur prapë, është çuar në spital, është varrosur në morgë, është marrë në morgu, është futur prapë në reanimacion. Asaj është bërë çdo gjë asaj vajze. Për të bërë në përlajve të ndryshme, asaj vajze i është bërë çdo gjë e mundshme, valla. Sikur ajo të jetë vërtet e smur dhe të dali në një spital dhe të vërtetojë që por situata ka qenë kështu, dhe kjo vajzë ka këto gjëra. Atëherë, ne si shoqëri vëlla jemi të dështuar. Nëse pasandaj ajo nuk e vërteton dot, harra me pas sepse ne që kemi atë zemërgjërsinë për të ndihmuar njerëzit edhe për të dhënë na 5 euro. Mos ta shtyni që mos japim me o marrë dhe mira. O profe, vish pak të kthehemi, mos tikim prej asaj që ishe të kthehemi të ajo pyetje që ma bane pse nuk more pjesë. Nëse ju kujt e para që kërkohet na jep një dokument ku shkruan që goca mrena kaq dite duhet të bëhet transplanti ose iku për parajs. Që kemi bërë çdo herë vëlla, kemi kërku dokumentacion që thot
Filani, Ervini apo Kapoja ose mbrana kaq dite do bëhet intervenimi ose iku. Fikës si ti kam nisur në privat 2 rastet që ke ndihmuar o Sandro. Dakord. Kështu që është pak për tu analizuar kjo si ka shku kjo me një shpejtësi shumë të madhe që me ardh deri te pranimi një GoFondi të tillë nga Aleksi dhe Eli. Atëherë, ta jap unë mendimin tim. Po. Atëherë, me sa kam parë unë, Aleksi kur ka marrë në dorë GoFondi i ka mbyllur shpejt e shpejt. Nuk e ka të ndjesinë e frikës jo po bos ato zgjasi GoFondi. Dhe normalisht është një gjë shumë pozitive për të bërë në rrjet social. Do flas hapur unë pa dorash ka fare. Të bësh një GoFondi në rrjet social, ku ti shpëton jetë njeriu, janë një ndër gjërat më të mira që bëhet në rrjet sociale dhe është gjë për të vlerësuar. Dhe normalisht merr vlerësim nga pjesa më e madhe e publikut, atij publikut të mirë, atij publikut që ka një moshë të caktuar, jo të atyre kalamajve që fillojnë në shaj. Dhe Aleksi normalisht i prirur nga pjesa se është djalë i mirë, e njohim. Është djalë i mirë, është djalë që bën për raste të tilla, ka thënë, ja ka mbushur mendjen dikush në shoqëri dhe i ka thënë, ja po e ke ore bëje këtë. Dhe i ka thënë vëlla. Po ndihmoj, po shpëton jetë, po e përdor shoqërinë për mirë. Thirrje në fundit shoqërisë ti ka bërë se nuk i thirri shoqërisë time. Na krau tjetër edhe Eli. Ka bërë 2-3 GoFondi apo 5 GoFondi këto të fundit. I ka pasur të suksesshme, njerëzit janë përgjigjur. Normalisht krijon një imazh të mirë, bën edhe mirë. Dhe të dy këta kjo ka nesër. Bashkëpunimi midis tyre me njëri tjetrin për të bërë një GoFond të bukur, të saktë, ishte i mirë. Aleanca me Aleksin për të qenë në një GoFondi, për të qenë në live, që ta i që nuk të ta donte, i tasim më gjëra ta mamne. Dhe këta e kanë pasur klimën dhe e kanë marrë GoFondin. Nuk e kanë parë këta në ajo pjesa që dalë të shikojmë letrat. Këta se kanë parë fare ata thjesht e kanë parë. Kush e publikoi? Ahmet Kalaja tjetër, Arbra Hajdari tjetër, Adyre Porti tjetër, jeta e shqef. Është e vërtet. Hajde marrim e plotësojmë. Pikës sepse ka para 3 vjete Aleksi ka mbledhur dhe një GoFond tjetër diku te 600.000 euro. Dhe Elvis Naçi ka edhe thonë. Po, dhe e ka mbyllur brenda 3 dite. Dhe ai djali sot e shëndoshë mirë, gëzon shëndet. O Gjon Drushaj, ja ti këtë një përgjigje ka po. Se po thot sa ka paguar Aleks Visha që po e mbron. Aleksi për mendimin tim po bën vetëm një gabim. Aleksi po vë dorën në zjarr që vajza është smur. Aleksi duhet i thoj njerëzve të paktën juve që keni dëgjuar dhe keni dhënë kontribut. Që o njerëz të dashur, po. Unë e kam besuar që vajza është e smur, unë kam besuar që vajza ka nevojë për ndihmë. Po na kanë vënjur, na kanë vënjur. Po s'na kanë vënjur, po i bjem qaf, kaq. Gabimi vetëm që po bën Aleksi është po vë dorën në zjarr që vajza është e smur. Këtë po bën gabim për mendimin tim personal. Nuk e pse ve dorën në zjarr, Aleks, që vajza është e smur, mos e vër vëlla sepse ndonjëherë ne nuk i besojmë dot bluzës tonë njeriu që kemi në krah vëlla, apo dhe atyre që ndonjëherë ndajmë edhe krevati fjalë gjumë. Kështu që duke ditur se sa e poshtër është natyra njerëzore vëlla, mos ver dorën në zjarr për njerëz të tjerë. Ver dorën në zjarr vëlla për veten tënde. Ti Aleks Visha nuk ke lidhje dhe nuk e bërë kompromise për marrëdhënie GoFondi vëlla. Për këtë po merr dorën zjarr. Ama mos dil vëlla të bësh dorën zjarr që vajza është e smur. Sepse këtu njerëzit fillojnë edhe shtyhen dhe thonë po ky nga e di ky që vajza është e smur. Ti e di ky që vajza është e smur. Prandaj ti dil edhe thuaj vëlla që unë vë dorën zjarr për veten time. Ose vër dorën zjarr ti për vajzën, se vajza mund të ketë mashtruar ty. Vajza mund të ketë gënjur ty. Vajza mund të ketë gënjur ty. Edhe atë zotrin tjetër që ndihmohet mund të kenë gënjur të gjithëve. Dhe në fund fare e vetmja gjë që u fitohet është u përplasët me njëri tjetrin. Një përplasje që fare mirë mund ta anashkaloni, një përplasje që fare mirë mund ta sqaroni,
Sepse për ego tuaja, po përplaseni me njëri tjetrin dhe nuk dilni mirë as njëri as tjetri. Se sinqerisht nuk i dihet se si është e vërteta dhe jeni të dy thjesht në këtë Janë të dy grepa me pak fjalë vëllai. këtë mesele, po nuk dua të vë ndonjë fjalë se nuk dua të më rëndohet na njëri, po jeni të dy jo mirë në këtë situatë sepse jeni të dy të pafajshëm e përplaseni me njëri tjetrin se s'dihet u ka bërë ndonjë dallave ndonjë tjetër. Edhe ngatërrojeni me njëri tjetrin kot edhe shpreheni për njëri tjetrin kot. Pa vajza inshallah s'është e smurë, më mirë ta ketë bërë në një trepë, më mirë të ketë bërë në një ndallaverë dhe vajza e shkret të jetë mirë. O prof, mos gaboj, kur është futur Aleksi, konfondi ka qenë 120 a 130.000 euro. 180.000 e kanë gjetur ta konfond. 180. Tani do më thuash pak çfarë interesi, të themi publiku, çfarë interesi ka pat Aleksi ta shtygon fondin deri në 450k valla. Po atë nuk flas dot me kështu me hipoteza për gjëra të tilla nuk. Në Shqipëri un kam dëgjuar, kam informacion që më para ka qenë 20-30.000, tani ka vajtur 5 valla se ka rënë, nuk ka lek me rrugëve. Edhe nuk dua unë të lëshoj fjalë që më mbrapa pasandaj nuk e qëndroj dot. Unë them këtë, për mendimin tim, se pash edhe Eli kaloi këtu, për mendimin tim, si Eli, si Aleksi, jeni munduar të dy të ndihmoni dhe të bëni mirë. Dhe të dy po dilni jo mirë, sepse sinqerisht për mendimin tim, Eli po del jo mirë, ma bëj Allah, nuk doja të ashu, vetëm për pjesën që po ashtu atë tjetrin, pa ajo vajza mund të ketë gënjërore, ajo vajza mund të ketë mashtruar, po unë nuk e besoj që të ketë qenë skem. Për skem nuk ma ha mendja, vlla, se po të ishte skem do dilte dhe do mere i vesh, do dilte dikush, do kishte një mesazh, një gjë, ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu, ta vëm kaq, ta vëm aq, do dilte një gjë. Në qoftë se vajza nuk ka qenë e smur, Ta janë gënjur. ka bim familja. Shumë gabim familja, shumë gabim shoqëria, shumë gabim vajza, shumë gabim njerëzit që e njohin edhe kanë qenë afër dhe e kanë bërë rastin publik, shumë gabim për çdo gjë pastaj. Po që të kenë dorë këta të tjerët nuk e besoj. Se po të jetë kështu pastaj bie që tani unë nuk i dal krahas kujt. Asnjëri as tjetër, as emri që shtu nuk i dal krahas, zero fare valla. Zero, ka bërë gabime këtu në këtë rrjet social sa të duash. Na ka ushqyer sa që janë këtu ne që na janë lëshuar ne për na ka ushquar sa të duash. Ja kam qenë unë i pari që jam përplasur ja s'ka. Po ama për këto gjëra kështu nuk e besoj. Nuk e besoj të kenë dorë Aleksi apo Semi apo kështu. Qose ka mashtruar familja kaq. Unë mendoj se këtu qëndron. O, prof, më fali një sekundo, prof. O ti 37 46 djovla. Kapa nuk ka borxllin se shqyqyrët Zotit ja ka dalë me forcat e veta. Kapa nuk ka hapur në një loj për të bërë lule. Dhe kapa, po kena i borxlli sillja kapos këtu në live, këtu te profesori dhe të vita thot me emër, me biemër dhe me fytyrë të dalë këtu. Atë ke që vllai, ke ngatruar personin vlla. Kapo nëse ka në njëri të borxh të vi këtu dhe ta thot këtu në live ku janë 2400 veta, atë ke që vllai. Isni realitetin dhe pse i kërkoj apo si kërkoj, se mëra vesh. Si kërkoj llogaria Aleksi Gocës Kuriku. O vlla, gjoni një sekondë. Pse janë të lidhur Semi dhe Aleksi me ato vajza, thot pse Geralda iku drejt e Aleksi. O Eli, gjoni një sekondë, që ta kuptosh në mendimin tim vlla. Më falë se kam përmendur, e kam thënë disa herë, sepse nuk kemi pasur kur, madje unë kam marrë disa herë, kam ndjekur, kam dashur të kuptoj, se çfarë po ndodh për veten time, se ka ndodhur e mua një situatë e ngjashme valla. Dhe për mendimin tim, në momentin kur ti ke parë që diçka nuk po shkon, krau tjetër vlla e ka besuar që është smur. Ti ke thënë ore nuk është. Krau tjetër ka thënë jo ore vlla se është. Pra, këtu ka filluar përplasja mes jush. Ti ke besuar doktorin o vlla që të ka thënë nuk është smur o vlla. Dhe normalisht ajo ku do shkonte? Do shkonte të diskutonte atje ku e besojnë. Sa atje do shkonte vlla. Nëse ka bërë një dallaver, mbështetjen do ta gjej tek ai që e beson, me atë do mundohet që të nxjerrë gjërat si duhet, ose si do.
Se dhe mund të doj t'i nxjerrë Jori që është e smur. Po nëse ti nuk e beson që është e smur, dhe unë e besoj të unë do vi vëlla, dhe unë do trokasi. Sepse unë e besoj, dhe unë do ta nxjerr të smur, edhe në publik. Sepse unë e besoj në vetvete. Ai dilte sot, unë Aleksin njoh, ty s'njoh. Në kuptimin me atë kam marrëdhënie, me atë mund ta kem edhe një bisedë në 6 muaj. Me atë kam shok përbashkët, nuk kam me ty. Ai doli sot dhe tha vajza është e smur, prisni letrat. O vlla, mos thoj që është e smur, prisni letrat, do prit do shikojmë. Ti nuk je doktor. Të shkojnë nga spitali më i mirë në botë, të shkoj te Aleksi, te Semi thotë, jo. Pastaj del e fut edhe emrin tem këtu kur të flesh për këtë rast. Po Semi nuk ka qenë aktiv fare, jo për ta shuar se është vetë o Eli. Unë di të them vetëm këtë, valla, si e shikoj unë jashtë. Ti dhe Aleksin e munduar të bëni mirë, valla, të ndihmoni të bëni mirë. Ti je i irrituar kur ke parë situatën aty që diçka nuk shkon, ke thënë ti me veten tënde. Ke shkuar aty ti dhe ke thënë valla, këtu diçka nuk shkon. Ti je ndjer i prerë në besë. Për mendimin tim, ti je ndjer i prerë në besë. Nga situata që kanë ardhur aty, çka ke parë me sy ti nuk ka qenë ajo që ti prisje. Dhe nuk je ndjer mirë. Dhe në momentin që ti e ke shprehur këtë gjë, normalisht që ato ashtu do reagonin se si do të thoshin ty, çfarë do të thoshin. Edhe ikën. E kupton? Ky është mendimi im. Pastaj që të kenë bërë këta dallaver, unë ku ta gjeja të kishin bërë dallaver këta ore. Kishin bërë do këta dallaver, unë ku ta gjeja, do vjen këngë popullore, edhe do ja kisha marrë valle unë. E kupton se unë jam përplasur me këta të dy fillim. E do kisha kërcyer unë, do kisha hedhur valle, ose do isha gëzuar unë, se keni idenë ju. Po të kishe bërë ky zotria këtu, dallaver me atë tjetrin. Unë do idhja valle, do vija ato deklaratat e Mehmet unë, do i vija në televizor, edhe valle, hopa. Do kënaqsha, po nuk e besoj. Nuk e besoj. Që jemi ashtu me njëri tjetrin, me Aleksin pak. Kjo është e vërtet o prof se atëre u sulmove pa të drejt edhe fiks do kështë marrë valle. Po më ta konte mua se ashtu ka qenë situata, ore, prandaj po them po. Po aty hisha aty. Po Eli, unë kam dëgjuar dhe live jore. Ti ke të drejt për pjesën që thuaj që doktori tha që nuk është vajza e smur. E kam dëgjuar, unë e kuptoj anglishtën shumë mirë. Ti e kështë pyetur shumë mirë edhe për pjesën që i thoshe që ore ma sqaron qik popullorëshe se ato fiks të doktoraturës mbas edhe nuk i dim, dhe ai ta kishte shpjeguar, e kam dëgjuar. Dhe mund të jetë një shumë egzageruar e vendosur ndoshta nga një person afër familjes, se nuk e besoj dhe vajza ta ketë fryrë atë shumë. Unë doktorin e kam dëgjuar. Po të flasën shqip, doktorin unë e kam dëgjuar. Edhe unë edhe më para thash, ajo vajza duhet të bëj. Ka dy opsione për mendimin tim. Ose të shkojnë në një spital me një doktor me emër me mbiemër ai doktori, të dalë atje dhe thoj unë jam Edlira Alilaj, jam doktor për këtë gjë. Ka marrë përsipër këtë pacient, i kam bërë këto analiza dhe ky është përfundimi. Dhe Oel, se tu ka bo ky emri Semit copy paste. E shkruve dhe i emrin tem, do dalune do e bëj live edhe do të regojune se kush ta ka ba. El Parubi. Do të regojune, do thëmë se kush ta ka ba ty. Edhe arsyn pse ti nuk e nxerrat njeri, o El Parubi. O El Parubi, mu se përmen emrin tim, të lutem. Përmen emra tjerë, emrin tim mu se përmen. Se kush ta ka ba ty, ti e din. Ti e din se kush ta ka ba. Arsyem pse se qetë edhe këtë e din. Edhe ta bona son të një pytje, kush kujnë e ka thonë takohemi të parku. O El Parubi. Jëm rëtkar, jëm në nëqimën, o El Parubi, alas mjefti mu. Këtë njëzit jo do të thonë që nuk mjef. Unë e di, ata që ka se din kur kush o El Parubi. Po mos më shtin me fol.
vetë e keni bo mut, vetë regulone, mos e përmene emnin te mo. Kaq. A ta pus Elin se e ka qua like në sem, apo? Jo, merë unë jam total se ashtu kështu isha të trujtë Jo, zotë. jo, thjesht nuk dua që të keni kështu me njëri tjetrin, Noel. Se unë nuk kam gjë me ty vëlla dhe as me asnjë njeri, kështu që thuaj edhe ti të tuat vëlla se të kërkoj ndjes prap që bëra pjesë e kësaj gjës, po s'mund të rria dot me fjalë. S'ka nevoj me ik ajo vlla, s'ka pse me ik, rre këto thuj. Se si na të hip më shah, se si na nuk kam nivelin e njerëzve që shohen me rëpë, me familje. Ti po thoshe, o shak, që po pritni rezultatet. Okej? Ose po thoshe që qa kam pa unë. Qa kam pa unë? Po. Po, ha, vazhdo. Unë kam parë ato që ke nxjerr ti. Po. Dhe tani unë po pres, me fjalë, unë si personi jashtëm që shikoj dhe po pres, po them ore, kjo vajza do reagoj apo nuk do reagoj? Se duhet të reagoj ajo, në qoftë se e ka hall vërtet ajo duhet të nxjerrë një letër, një gjë, një diçka. Dhe duhet ta nxjerrë për ata njerëz që kanë dhënë kontribut. Okej, shiko të shi. Ma që doni... Gjane parë e di se kjo semja këtu të pa dhe ta është 2-3 herë që më thot, ti e din thot se kush ta ka ba, edhe përmen një punë parku që s'kam djeni. Ta shi unë për i thëmë 2 fjallë, qofse e burë, qofse i thu vetës burë, dil edhe thuj që ke me thanë. Unë për thëmë dil, ti për thu mos më detyro, unë për thëmë qofse e burë, hajde këtu dhe thuje, sepse unë nuk di. Qose ti e këtu me mi hap sytë mu, edhe qose ti e këtu me më tregu mu kush e ka ba nu burë, dile dhe thuje. Se unë nuk e di, prap thash, leni renat, gënjeshtet, intrigat. Ti më thu mu parku pa parku, unë nuk di asë si gja për parku. Unë si kam tha një lem, hajde takona më park, këtë për ta garantoj 1.000.000%. Të shtytis që më thu, unë e di, po s'du me fol, dil, ba nu burë, edhe fol, edhe thuje. Sepse unë për të akuzoj ty edhe Aleksin, ti dil edhe la e vedin ti dhe unë për të thamu ke më falë. Po mos më thuj mu, unë e di, po s'du me fol. Se unë këtë qeshte nuk kam asë gja me më shef. Pra, kjo qeshte e mërti, profesor, se ja parë që flasin bashkë, Ja, e pare dhe unë kam kërkuar falje gjë para se të nga theme, sinqerisht, nuk kam dashur, mua më ka ardhur keq, kur u kam parë që mbasi keni ndihmuar, ka ndodhur kjo, me fjalë nuk. U po të them diçka valla. Këtu ka shumë njëna anshme, njëni një anë, tjetër një anë, tjetër një anë, tjetër një tjetër. Po të shti që i logjikon gjarat si profesor, po ti logjikon gjanët edhe po ti shifsh pak me kujdes, do të dalë shkoja mund. U ba gofondi, para gofondi po flasim, dul kjo vajza, kjo Geralda, kërkoj lek një anë tjetër, unë me të thënë drejtën se kam pas njek. Edhe si kam pa ato video, që aja kishte pas dalë edhe në televizor, i kam pa të ashim mrapa këta. Po. Okej? Ka bëj madhe edhe familjarët mi e kanë share në për Instagram e në për shu, i kam pa veçajt e kam anashkalu. Atë natë që më kanë ftu mu, kam qenë Belgjik. Asë se më kanë në Terezi mu marrë me gofon dhe Farë ke bërë edhe një këshu për ca shkodrana atje që beni për të kreni këshu. Po, kam qenë punë, dhe me dhanë s'kam pas e që lidhe me gofon dhe s'kam desh mu marrë me atë punë, se qa thot kë, te parku, te pa parku nuk e di, këtë vinë ti të regojnë gjanat, më së aty jëmë për me nemë, mësë për me nemin. Ta shi, vjen mua beti, mu ba gofondi o shok, u ba gofondi, hyme natën e paj, bam një $30,000. Hymë natën e dytë, unë hyna njënë e nanë, aja Aleksi hyri nanë tjetër. Nuk erdhin, nuk u futën bashkë të dy. Keni pasu se cili nga ju njerës në lojtarë, se u kam pa. Erdi mua beti, Viktori, ja po mos, unë thash o vla, a jena të dy për një qëllim, se unë s'kem gja me Aleksin, as kisha një gja, prap s'kam. Se me ashtu, unë jam djallë, unë shkoj nesër vinë Tiranë, se kam problemi që për asken. Edhe, thash, o shoka, kena hytë dy për një qëllim këtu, po
po pse e në ti ke 1.000 sa, ne jo 1.000 sa, këte që në të ba? Apo i një të i ba gjonat të shikusha ma nalë të kusha ma poshtë. Unë jam në ultim, unë jam të hy këtu, me një mua advajzin që është të smurë edhe të këjmë punë. Erdi puna, jo nuk vi sepse më ka shat njani nanën, tjetër, si përfunim u bashku më bashkë një mas një orët mua bete koti. Biopsia ka dalë, po ka dalë biopsia. Edhe, do dalim mas taj të letat e Amerikës. U basi gofën do shoku, një puna, Aleksi gjithë unë isha në rrugë në ultim të ikë me marrë avionin me ikë për Amerikë, a i gjithë kohës, jo kë shoku i burgut, jo e shoku i burgut, hedh 10, hedh 15, hedh 20, hedh 30, shkoj hodhë një $80.000. Okej, në rregull. Të shi dhe gjikoj ti pak këto gjonat. U hodhen këto. $80.000 nga Aleksi, Sami, shoqëria këtyne kush janë këta se a i thot e hodhe njani tjetër, Sami a gjud me privat, i thot hidhe se ti apun, i dijun këto indrikat. Kalojmë këtë pjesën. Të nesme në shok, u plotsu gofondi në orën 3 natës në Shqipëri. 3 ka qenë ora, 3, 4, 3 natës. U plotsu gofondi shoku. Vajza ishte për 2 javë më operu se do vdiste. Po tani ishte kjo letra që operohet për 2 javë o vdes? Po pra, kështu ishte thirrja. Letër s'dim s'kam pasi letër. Thirrja publike ishte. Dhe me thonë, deri në fund të majt, që ishim, po deri në fund të majt, po nuk operu, vajza vdes. Kështu që duen lek me në 2 javë, me bo ato pagesat e spitaleve. Në rregull. U mlodhen lek me në 2 ditve, në orën 3 mesit u mil gofondi me $457.000. U gëzum të gjithë, okej, unë e mylla si kapitu. Jemi në rregull. Tashi, të nesmen mjes, për flitet u arrestu Aleksi. Po, e të gjuam, të lepe i buje. Po, këto e mirë që du me thonë. Se s'po flasë, nuk pa e bikot këtë arrestimin. Pra, gofondi u mbyll në orën 3, Aleksi arrestohet në orën 10, ku diun. Në nesmen mjes, u arrestu Aleksi. Okej. Tashi, pse u arrestu Aleksi, njani thot e futi Semi, nga i nadi se bani gofondin 400 sa mi, tjetëri thot e këtë, tjetëri atë, tjetëri këte. Okej, unë s'disha gja sigurt me dokumenta, kush e bani, kush se bani. Flas me shokun e Aleksit, po thot aje ka fut në burg. Okej, bukur. Aje ma konfirmon, unë dalë thëm po filani e ka ba, okej, në rregull. Iku kjo pjesa. Aleksi mas 18 orëve në Dubai, në uliro ka zotria, në jep kanë celularin në burgë, në jep kanë drejt me ba biletën vete, policia si jep ka asi letër që i arrestu, asi letër deportimit, dhe shëvaj një fugën e këthën Shqipëri zotri. Pa të më thanë, nga Dubai. Po pra, u arrestu në Dubai, është bloku spitali, thot. Nuk mbajnë operimin. Në çfarë vendi do bëj shumë operacion vajza? Në Arabi Saudite, në Riyadh, qashte, Riyadh, qashte i vendi atje. Po. Edhe vajza dhe më thonë, Aleksi po këthëhet për Turqi, vajza më thirë mu, thot, nuk bëhet thotu, sepse nuk i dojnë lek të gofondit, bla bla bla, edhe unë i them, okej, moj goc, nuk i dojnë lek nga gofondi, po, mund t'i kalosh një business account, ku e ndusha, në që se s'keti business account, ka mund, ku t'dushti, edhe... Më fal një sekund. Ajo të tha nuk i pranojnë lek të gofondit. Po, mas që u këthy Aleksi, më falë shok të maroj, edhe pastaj... Jo, më falë të lepo maroj. Tani, gofondi, i kalon në lekët në bank, gofondi nuk bën pagesë në spital. Gofondi kalon në bank, banka bën pagesën. Po, mleta maroj, pra, shok, mleta maroj. Mleta maroj, pra, se unë diku du me dalë me këtë histori. Edhe e unë i thash asaj, o ti vajz, gofondi, okej, ka ardhë, lek kanë ardhë nga gofondi, për i hellë në bank. Mund t'i kalosh me business account, mund t'i kalosh me çdo lloj banke tjetër t'ja çosh spitalit. Jo, po këta tani s'dojnë me na ba, ma, si t'ja bajmë vim në Amerikë. Unë e hangra, për momentin, hajtë t'i nimoj, po mirë thash. Do nimoj në Amerikë, New York ju nimoj unë. Shpinja unë apun, edhe spitali ju qoj unë. Ku është spitali maj mirë këtë vend, kam disa shoshnin në këtë spital, se cili e ka i mik dikun,
Edhe ju fusti me thash, majna se duen siguracioni, inshuranca, gjana. Kam mik me të kalu me të fut spital, okej, në regull. Edhe u nisën gocat, mas 2 ditve, Geralda, nana kësaj pranversa dhe pranvera. Po tani këtu në Amerikë me çfarë letra sherdhën, me çfarë pasaportash? Viza, pasaporta shqiptare, viza turistike. E bërën vizën direkt dhe erdhën direkt. Po, i kishin pas viza, to ishin kanë edhe ma parë në Amerikë. Edhe motra këtyne jeton të në Amerikë për 8 vitesh, ajo që ka GoFundin në emër të vetë. Ajo jeton të në Michigan. Po. Kështu që erdhi e motra nga Michigani, e morën mjes në orën 8 mjesit e qova të shpia, si alla shpinë brëndës. Në darket, shkova i mora këto 3 zonjusha tjera, erdhen këto në aeroport. Vajza, në fjalë, erdhi si e smur. Më falë, tani ajo ka motrën në Amerikë dhe të kërkon ty ndim për ta stabilizuar. Ha, po. Po, më fal o Eli, përshëndetje. Unë di që kush e hap GoFundin, duhet ketë dhe llogarinë, se nuk mund t'i fusësh në emër tjetër. Mundesh me i fut, po ajo ka pas llogarinë e vet. Jo. Në të vetë. Bank of America, motra vet. Më mbrapa Eli ç'a ndodhi aty te spitali pastaj sa Tash e shoh se po ti baj gjitha këto për mbledhjet e funit, erdhi goca, shkova morë në aeroport, me zor po ecte zonjusha, erdhi me 8 valizhe kanë ardhur. Unë për vete, me zor i kam vunë makinë, thash, pse s'm keni tregu, i thash, se keni marrë ka shumë valizhe, se unë me Range Rover, ku me i fut? Erdhen mesazhet duket. A, profet, thirrën. Jo, thjesht më thonë që e ka kërkuar ky të vend në Amerikë, nuk ka kërkuar ato. I kam këtu mesazhet, i kam që ditën e parë. Që ditën e parë i kam të gjitha. Të gjitha me Geraldin edhe me pranverën, i kam të gjitha mesazhet në WhatsApp. Edhe si përfunim, unë si kam kërku, po më ka thonë kështu, është problemi të vim në Amerikë, po i kam thonë ju presun, edhe ju nimoj, edhe ju qenë spital, edhe të gjitha. Edhe i kam thonë, mos i thoni askuj, derisa të vini, sepse jeni me viza turistike. Tash të vish në Amerikë me vizë turistike e smur, ato të nalojnë në aeroport, nuk lanë me kalu, qofse je smur, sepse po vjen me bë përfitime shtetit. Edhe i thash, derisa të vini këtu të unë, mos i bani zoku, i len një kështu, kur të vini, pas të e gjerri video, s'ka problem. Okej? E mora, vajza ishte në gjendje, se mund vite shumë gjëna, me zore ese, të e majtë për krave, të e more me shumë të shpia, unë në rështaj tesha të veta, bani dusha bani, e qita me hangër, me zore po ecte, e vum karrot, se shumë spital. Me fjalë ishte në gjendje për me karrocë për të vajtë në spital. I masasaj, po shif videot që kam postu sot, mra, po qa u botë nesë. I kam parë, edhe të shkarët, kam marrë karrocën me çanta, i kam parë, po thjesht. Gjendja kur erdhi, ishte ne po e moshim me Geraldin për krash e vum karrocë. Kurse videot të regojnë, mra, kur unë si isha aty, se çfarë gjendjet ishte aja. Erdhi momenti e qova në spital, ja kalum emergencin për rrëth 6 orë ushtru në spital, i dham letrat e Arabisë Saudite që ishte e diagnozume me leuqemi akutike, i mori doktori letrat, i shikoj, tha, nuk më duke tha gjarë rangë këtu në këto letrat, tha, duken shumë të egzagerume, pa filluaj fare me bo analiza. Unë i thash, zotëri po t'ishte për me neja tje, do kishim neja tje me këto analizë. Ne i dojmë analizat nga ti. Shë që këto letrat, leni njën e non, i dona nga ti. Okej, tha, do të bëj, tha, një insurance, siguracion, është quët në Amerikë, ku sheton këtu e di. është siguracion që ta bë spitali vetë. Dhe me thonë, për analizat e gjakut, për analiza urinet, për shtrimin që e spital, është emergency insurance, quhet këtu,
ta jep spitali vetë, qyteti New Yorkut e pagun, shteti. Kush do si tjenë, ke letra, s'ke letra, dhe me thonë, kështu bëhet. Edhe tha, do ja bëjmë tha këtë inshurancë, sa firmosni, këtu ja firmosme, do t'i bëjmë tha gjitha analizat për i fillimit. Pastaj, në qofë se vjen puna tha për bone transplant, për me i bë transplantin, pastaj tha do hymë diskutime tjera, se ato lek që keni ju edhe mund të mos t'ju dalin, se jenë Amerikë. Edhe unë i thash, si do si tjenë puna, unë hy garant, këto lek janë, qofë se duhet ma shumë, do hy unë garant për ma shumë. Në regull, fillun i ban gjitha për që duhet, ban i biopsin, gjatë matë parë që ka ba dhe më tha, majna 24 orë e kam qu priority. Këtu në priority, spitali vetë, Cornell e ka emrin, ato ja bajnë biopsin për gjithë botën, lënë e ma për veti që ta nxjarrin për 3 orë. Ashtë qener për atë punë, hynë, ban biopsin, ban analizat tjera, shumë tjera, edhe të nesërmen kishte shku doktorit të kjo për të vera, unë s'kam qenë të spitali, kishte thonë kështu, lajmi mirë, nuk e se di se si a thote një fjallë, se asun se kuptosha, revision dhe qa e tjilë, edhe nuk e ke remission, nuk e ke dhe me thonë leuqemi në trup ma. Kjo ishte lajmë super i mirë, shok, se se ke ma, bravo, shëqërë se se ke ma, të kanë rajtë arab, tash je mirë, ose të kanë kurua, ta je mirë, okej, tash gjaj rrugdalin, vazhdo këthe e lek njerëzve, dile aty me kamer, thu jam mirë, jam shnash, falim njerëz për gjithve, dhe jo këthej lek, ose dile thuje i gjo, am kuptën. Po di thua janë të gjendje pa për lekët gjykojë më mbrapa, besi bësh. Dile thuje i gjo, sepse pjesa është se mu më shkrushin për çdo minutë. Njerëzit, qau ba. Kjo i thot doktorit, Eli nuk ashtu të thot, e ke numër, se unë isha emergency kontakt, isha njeri që E që në momentin e para ty, ti dhe normalisht është nuar numëri jot që ata do telefononin për çdo gjë. Përza ishte numër, jem adresa shtëpisë teme në gjitha letrat, unë isha personi garantus për te. Edhe doktori merr mua telefon, isha me gjitha te Geralde në atë minutë, kur mori dhe i tham asaj pash, merre telefonin, bën një takena, të regjistru me këtë video, me ja të regu për anvers, ala nuk shkote me një, se qa do nëllim rapa. Thëm, hajtë se do ikim të spitalit, ja të regojmë asaj, ta bëjmë happy, ta gëzojmë. Edhe im thot, thot, nuk ka, thot, nuk e pyta bile, pyta 2-3 herë resht, thash, a je sigur që nuk ka leuqemi në trup? Jam, thaj, sigur, nuk ka. Merë një vajzën, do dalim për spitalit në orën 6, enjoy the weekend. Në moment që mund të dali gjithë sot, do bëjnë gati në orën 6, enjoy the weekend. Tashi, këtu filloj i gjithë situata, që në shkumi morëm do buke, do fësëdote, do fasule, turshia, ja se në thënë najmer, shkumi ja morëm ja shumë, kur shkum atje, i thëmë këshu mua beti, jo, pse më ke gjerë, tha foton në TikTok, kanë pa gjithë, thash qa, unë foton po TikTok ka dalë nana jote të qajtë, ke dalë ti me GoFund. Ne ta kena ba GoFund, si mos me gjerë. Foton e ba me mram bashkë, kur të prumë spitaal. The hile, s'ka problem, që ba të shi? Edhe filloj zënjusha. Ju në TikTok i grumbulluat fondet, ju nuk i grumbulluat fshevras. Ate i thash nuk ka asë lidhe TikToku, i thash ti vajza, je e shëruar, nuk ke nevoj për transplant, si që ke thanë, tashi, ti du të me dalë, thash me i të regu poplit, se pos do leti du dalun. E kam të registru me të gjithë atë muhabet. Kjo tha, që të duhet ty, tha, dile thuj poplit, tha si kam vjallë lek tënë. Ja, thash, unë po kam përgjësi, unë thash, se unë kam hy me lyp lek për ty. Nuk ka shanë se thash ti, me vjallë lek. As me dalun me i thanë poplit që i vollet i lek, po ti do t'i kthesh tana lek mrapa. Jo, po m'ke thanë që do m'qosh një spital tjetër, po të qoj edhe të spitalit tjetër, s'ka problem. Do me marrë një mendim dytë,
kemi këtë filan spital, do ikim të ditën e ejte, shtrohe spital 3, merë edhe mendimin e dytë. Okej, e lam për kështu, e mora, e qova në shpi, e lame për të qu të ejtën në spital tjetër, telefonata nuk i pushote nga Aleksi, edhe nga ky zotnia që thot s'kam fol, kur unë i shifsha me sytë mi. E merdim telefon për ta pyetur si je apo për ta pyetur çfarë bën? Nuk e di, se shumë raste nuk e hap të hiç kur isha unë aty, kur isha unë se çka kanë folë din këta. Nejse, unë prap nuk ja vu në rëndësin forcoj. Po ndash okej, do shkojnë edhe në këtë spital, se prap e disha se doktorin nuk gënjen. S'ka doktor se si e vën karrierën e vet në risk për me gënjur që kur e ka apo kur se ka. Edhe thash do dali, do flasi vetë me njerëz dhe unë jam në rregull, do vazhdoj punën teme. Okej? Ka të nesërmen, më kanë marrë telefon, e keni pa telefonatën, unë kam qenë lokal të bë gati se kisha një event, unë kam marrë telefon, tha ne do ikim. O, ju do ikni, po pse? Jo, ne do ikim, ne s'do na mu marrë me këta TikTokat, me këta, ne kemi familje, ne nuk do na me na i pa kush këto memet, e njën e tjetën, të dava vere po, ti pa lidhje. Dhe me thonë shumë pretekste pa lidhje, edhe unë i thash, okej, do një me ik, po, që do një ba me lekte po, për që keni marrë. Ikni, që s'ju marrë. Jo, pa do na mashti me zor, jo, mos ju maj fare me zor, ikni. Vazhdoni, zhlukuni. Po lek, futët e GoFondi, shtype botonin, kthej mrapa dhe iku dush. Se e ke shumë kodaj, Po, fondet i bën refund direkt ato, një kërkimesh. jo, që të duhet ty, ne për goca është të smure, o të vajzë goca nuk është të smure, se unë kam letra. Unë kam doktorin, kam letrat, kam kartën e doktorin, kam gjitha. Leni këta. Këtë moment, qohet zonjush Geralda, merë valigjet, ju i ka tyne, ju shduket, ajo e kishte bilete me datë 26 më këtu i mrapa, qohet pret biletën e reja, fut për Turqi, shkojnë të zotëri Aleksi. Edhe thot unë s'merre maj, mas që ikën ato nga shpia, ky zotëria s'fa po erdi, dole tha, unë e pash me sytë mi, meme, dole tha, vajzat ta janë kërcenu, ka nikë, ka një janë sigurta, po mirë dhe, ku e din ti se janë kërcenu? Ku e din ti se ka nikë? Qo se ti si je i pa fajshëm, ti s'ke basi gjo. Kam qeni informum nga shokët e tu. A kupton se ti vazhdojnë alo me intrigë? Avash, ti po thu që ke qenë aty ke pa telefonata nga Semi. Ke pa telefonata që unë ko marrë faqën nga Semi? Po t'la me folë sa dush, një gjotë që po thëmë. Unë qysh minutin që ka marrë gocën në aeroport, e deri minutin që goca ka ikë për e shpis teme, unë nuk kam pas as një vëj shokët afër meje. As edhe një. Të dali një shok, nga dita që ajo ka ardhë, e deri ditën që ajo ka ikë, që ka nejt një minut me mu, unë ty të kam bërsh këtu në mes sa veta janë këtu, 4.000 vetave me të ullë gjojë dhe me të fanë qatë dushti. Kush ja propozoj shpinë ku u vendos? Shpinë ku u vendos, shpia e më unë. Kush ja propozoj? Jo, avash. Për kam këtu me mësarë. Kush tha ty që mi qu munat shpi? Kur nga? Kush ka thonë ty mi qu bashkë ajo shpia? Se ti si ke marrë të shpia jote, ti i ki qu të i shpi tjetër. Ashtë si fletë të shok. O shok, unë e kam me kamer shpit, majnë edhe jashtë. Po jo në shpi kur rinë ti me familje, ti i ki qu t'i ku tjetër. Jo, po jo, në shpit me familje, jo. Po në shpit ta e me tjetërën, kam 2 shpija, o shok. Kush ja propozoj atë shpinë? Unë. A kupton ti këto vajza nuk kanë pas as i dhoj kontaktit përveç se me ju në Amerikë. A kupton ti, në orën 8 mjesit ka ardhë motra vetë nga Michigani, shoku, e kam marrë në aeroport, e kam qu të shpia jame në Brëndës. E kam lënë të motrën aty. Kam marrë në shpi, kam pushu se jam qu heret lutën. Kam pushu dhe ka basdite, jam qu, në orën 2:30 kam ikë prap në aeroport, kam marrë pranë verën, me Tamen edhe me Geraldën. E i kam qu, drejtet e motra të shpia jame prap në Brëndës. Nuk ka as i sugjerim këtu, këta janë intriga që i bani ju. Nga aty, kam marrë Geraldën, edhe pranë verën,
e kam qu me hangër buk të Prizreni në Morris Park, më kanë pa ka kanë klubi plot shqiptar. Kanë hangër buk, nga buka e kam qu drejtën për Presbyterian Hospital, Manhattan. Sa për didan, që qatë t'japim ty, i në foto... Cëda telefonata i peti që thirë kësemi? Shkru me aty i kanë pas shpi. I kam me të regjist të të qenë privat edhe ata. Jo jënë privat, zërë këture të shenë mileti, vëlla, jënë privat. Aty i kam pas, i kam këtë regjist, jashtë 45 minuta video shë. Po Eli, po tani... Që une me telefon temin i ku marrë. Ase di me tani se numër s'ta kam pa, Aleksin e kam pa të folë me Aleksin, e kam pa Po folë dhe për tjerë, po s'pa për në emni mua, mënë se... Po Eli, Deshta vetëm ta bëj një pyetje se isha të dëgju me vëmendje. Sa si fort, më sa për me emra, atë me folë si një se ke halli. Po si njeri, po s'pa përmenem se s'kam qenë unë se kom ftu. Se kom thirë kurrë. Po ti ke dojnë vetë, ti pari, sa ka di këta, ke thonë tashi hiken ato, ti dole vetë angë. Gisht, pse duhet i nisnin të këty, se po të kishin gisht, nuk do t'i kishin nisur të ty. Po, se pse i ka nisë të unë, po të tregoj unë ty. Po të tregoj unë ty pse. A ka gisht këtu, as ka, e din këtë. Ato i ka nisë të unë, se aty një është desht letra e spitalit, për me zhbloku GoFondi. Sepse GoFondi është ba në Amerikë, me bazë në Michigan. E është dashur një letër nga spitali, thua ti të vendosësh në GoFond që lekët të mershin. Po. Ta të shi GoFondi, kur se unë kam qenë me atë Suada Mollën e Motra, që kjo e kishte ba kërkes direkt me i hell lek në bank, vetë, po GoFondi kishte këti përgjigje. Na qo dokumentacionin e spitalit, të vajzët që është me leukemi, edhe që do kërë që do banë këto servise që do i bashin. Pra, zënjushave ju do të letra se zbanë e emergencis. Ato nuk ishin plan me nejnë në spital. Plani ty në ishte marrë, me nejnë një natë, 2, edhe me marrë letra me ikë. Andej ka kishin arë. Ose planet e tyre, din ato se ku kanë pas plan me ikë, se me gjitha të valigjo nuk e di që planë është kanë pas, se Robin spital me 8 valigjo nuk shko. Me gjitha te, Dhe po i me migranta dhe vetëm çantë krau po marrim ose nuk e dim se çana gjën. kjo është desht letra për mu shbloku GoFondi, edhe kur dolen nga spitali, atë dit, ne i morëm letrat të spitalit, i lom makin teme. Këto prapë si kishin letrat me atë GoFondit. Qa banë? Telefonata s'po shoshin, as nga Aleksi, as nga kjo zëtëria këto, si mas aty, në kërë si kam thirë, okej, e dy ti. Të shit. Vajza, tha ku i kam lanë letrat, ta që kemi dalë nga spitali, se ato i interesoshin. Ta që kam lanë makini, kam makin tjere. Ta man i gënirëva, unë i kisha aty në nëpë makin. Se i pash se këtu diqa po lëpë. U qudi i nga shpia, i keni pas, i kanë i me valigje, i kam hellë në video, ku unë si shatë, kanë shku direkt në spital, janë shtru prapë. Po të njëjtin spital apo spital tjetër? Po të njëjtin spital. Po të njëjtin spital. Okej? Kanë hyrë me në atë njëjtin spital, s'kan lënë gënjeshtër po thonë aty më, e kam me fakte me letër, ta qojnë privat se është HIPA në Amerikë, quhet HIPA, është Medical Record Privacy. Unë nuk mund të hell, unë edhe biopsinë kam, po nuk mund të hell këtu në... është private, po e kuptoj. Unë, po të hell dhe atë këtu, unë mund e më dhe mu arrestu. Po, sepse është diçka private në gjithë publike. Janë rekorde medikale që nuk mund të bësh publike. Është privatësia e... Po. Së shkërcënim kë? Policët i thonë që okay, you're not saying your ground, nuk për ne nuk ka police report, na vjen keq, nuk shohin as i kërcënim këtë pjesë, edhe që ka hedha i doktorin, është në report të shkrume, nuk është gënjeshtë, ka drejtën e vetë me hedha, është freedom of speech, freedom of press, të në Amerikë, nuk ka që të thot kush, nuk shohin këtë kërcënim, edhe nuk e kanë ba police report, ta kanë metë keq. Okej, ka thonë, na jep letrën e emergencis, kanë e pak orë, 2-3 orë aty në emergenci, kanë matë tensionin e njënën tjetër,
edhe kanë dalë, kanë marrë letrën e po të njëjtit spital, kanë fut për ngofon, kanë transferu lekët në bankë, ka sheshtu marrë tjetër kush me atë punë që ja kanë friz bankën. Që banka është e frizur, nuk mund të lëvizin ato letë, edhe ato, për momentin, kanë mu marrë me shtetë, jo me mu marrë. Po, ato kanë me nxjerë vetë, që ose dojnë me kanë në regull një jetë vetë, ata dojnë nxjerrin vetë. Kusha ka qenë Sami, apo ka qenë Aleksi, apo kush ka qenë. Atëherë, këto tipat që thotë këzëtëria, këto parë që të këto, hajde të një gjojnë më ba, kush ma pas ka ba mu, se mund të thash të edhe herë, qysh minutin që i kam marrë, dhe minutin që jam da me ta, përveç baba jeme, nana jeme, e gruja jeme, ato njerës si ka pa kush. Ma gjaj tja shokun mu. Mu këtu deshta me ta bo pyetjen, kur i ke taku çdo herë vetun? Jo çdo herë. Herë po, herë jo. Me gru, i kam taku dhe me gru teme, kam edhe atë regjistrim. Po dhe me thonë me familjarët mi, ose vetëm tek pu. Po tani, në vetë vete. Pse po më pyt, pse kjo po më pyt. Për që gjë shok. Ti është të banë i pyetje. Aha. Ose po lot rolin e prokurorit ti. Jo, s'po loj. Jam avokatin në shokë, nuk. Ta bëra këtë pyetje se të thash që dikush në prezencën tane e ka thënë një fjalë, do takohemi te parku, ti po thu që nuk e di kush e ka thënë. Jo, se ka thënë kush atë fjalë. E aq kopile është ajo Baxhela që me telefon tjetër çdo gjë që ke folë ka regjistruar në xhep. Shumë mirë, ti nxjerrin, unë një pres. Shumë mirë. E jam shumë i gëzuar po i nxorri. Edhe i baj thirrje i tash ti nxjerrin. është tjetë dhe sigur që azani jem, mos kanë hi me bëk shu, si bëk shu kongë, si i bën ti do kongë për veti ka herë. Mu s'ka pas që me mingjëzua si dhe gjajt keqe, përveç ty në fjallëve që të thash dhe i tash, shka një gjajt dhe fjallë tjera ti mu, unë të kam bërgj ty, e kam bërgj Aleksit, e kam bërgj aty në vajzave, që ose ka një fjallë tjere për tjere. Tu janë shumë i kejtë, që janë të 4.000 veta që ku e kejtë të thot e li këtu. Se që ka registrua ja, nuk di gjavën. Po mu, s'ka pas shumë registru, përveç ty në fjallëve. Pse nuk i nxjerë registrimet e që i paska? Me i fjallë... Dhe arabijet kja shok, sa kur gjakja? Jo, kjo i fjallë çfarë është, se nuk unë se kuptoj, thjesht me erdhi dhe letër doktorat, deklarat doktorat në Arabi atje ku kanë qenë, në Arabi Saudite. As di se kam lexu, e kam edhe unë këtë letër. E kam gjithë dosin e saj në email e kam. Nuk e lexova, e hodha direkt. Qa, a thot në një gjithë du? Ka të qojnë në shok, po janë letrat kur aja ka qenë shtrume në Arabi Saudite, janë, unë e kam gjithë dosjen e saj, se kam një email, se ma ka quaja vetë mu me email, e po dush ta transfer. Kja dosja e spitalit e Arabis. Kështu ne po bëjmë pasaport edhe po ikim në një shtet një tjetër, puna është që aja është e vërteta, janë asjana, po qëfar rashu në 16 prill, 14 prill sa ka qenë. Nuk kam as syze dhe që mi ka marrë në shok. Dhe iku kë zëtëria si po flit të këtu, kë po flet punë parkut, se po më kujtohet, atë ditë para se me ikun për shpijët, dhe me thonë ne kemi i park aty afër shtëpis, edhe atë pjesë e kam të registru me këjtë të zëtëri Sami, se kam 25 minuta biset të registru me, i kam thonë që qetësohu, merë vete me të mirë, do shkojmë një spital më të mirë, mos të anin për asë i gjavë, vështë thjesht i mirë, vështë du me të pa të mirë, dil, leviz pak të në lagje, kej parkun aty në qosh shpis,
Se e kam parkun, dhe më thonë, parkun nga shtëpia jame është një semafor. Mu këthuj majta se direkt parku. Edhe i kam thonë që e keni parkun aty, dilni keni shqiptarë aty në park. A kupton, mos rrini me të mjën aty qa. Ka që ka qenë e pjesa e parkut ti, se kë gjunë 2-3 fjale e ik. E flet me ato në telefon, pastaj vjen e më thot mu këtu. A kupton, dhe me thonë se kë më thot mu nuk kam kontakte, po pas ka kontakte. A kupton? Mirë, si pas teje, kështu në vetë vete, bëj mua vetë, kështu. E me ndonë me i fjallë që seriosisht ta kanë berë gjithë të kështu për kaq lekë. Mu shumë rezulton. Goca nuk është se nuk ka qenë smur. Goca nuk është se nuk mund të rikthëhet. Nuk e thamë edhe këtë. Am kupton. Goca e ka pas diagnozën me leuqemi akute, e ka pas i ka letrat nga Arabia që kanë, ku janë bata letrat din ata, që mund të jetë kandidate për transplant. Do të më thonë, mund të jetë kandidate për transplant. Jo që është kandidate për transplant. Po. Se mua personalisht, me fjalë më duket një situatë shumë e çuditshme, po që të ketë bërë Aleksi me Semin, me fjalë gjithë këtë rëmuj për të përfejtuar lek, nuk e di, po nuk e besoj. Basta. Thuj dhe e vla se po më shkrujnë të njerëz. O nuk e besoj që të gjithë të vlasin punë parkut. O quna, mësë më bani mu me folë punë parkut, mëse po jo zjarë i tash, e kam i të telefonin. Ma bjerë pak telefonin e vogël ose. Po më thojnë, pse i ke thanë asaj me shku në park, a di se i thosh e ke parkun aty ofër. Është problemi ty në që në dojnë të të më thënë, me daliro. Ma bjerë telefonin poshtë, të t'ja zjarë bisedën i tash. Ku është telefonin? I kam poshtë të voglin tjetër. Na shkoj jetë atu bo avokata më, prokurora më, shia, për nësje në asë avokata së prokurora më, kena bo burg. Kjo është, nuk e di, po tjetë, është një situatë për të ardhur keq, ose jeni munduar me shpirtu të bërë. Në gjë situatën, ta thamë edhe këtë tjetën, se unë nuk flasë këtë kur, po ta thamë këtu, edhe ta një gjojnë edhe aj zëtëria, që ishte këtu dhe iku, sepse aj po bjenë kontradit me fjallë të veta. Se tha nuk kam asi kontakt me ata, po këtu pas ka kontakt, se unë i kam thonë të parku, shkoni të parku. Shif se ku dalim ne, ajtë unë këptu. Gjdo gjënë në fund do të dalim dhe aty ku bëjem të ju thonë unë. Se unë i di të gjitha, unë i di kontaktet e Semi që ka pas me ta, unë i di kontaktet e Aleksit, i di të gjitha. Edhe, të thamë të drejten, janë lojna fëmish të që bëjnë këta. Janë totalisht lojna fëmish. Unë, nga momenti që e vajzë ka dalë nga spitali, mrapa unë asë si biset, mama atë vajzë nuk e kam bërë pa rekord, pa ingjëzu. Sepse ma ka marrë menja se këtu diqa problem është. Kështu që nuk ka që thot as Semi, as Aleksi, as kush të thoi, ne kemi këtë e kemi atë, po nëzirri o shak, nëzirri që ti njëj, mos fol kot, unë kur them kam, unë të nëzirë. A kupton? Kam thonë dje kam diqa ma shumë leni rehatë se dhe jo nëzirë, jo kam nëzirë, po të them të shqip prap, kam, prap të nëzirë. Deri ditën e funit, deri minutin e funit, edhe minutin e funit, të aty në vajzave, unë e kam zjerë në karma shpis të eme, aty e shpia eme, kur kanë dalë, që kanë ngarku makinën zonjusha, mama tu e pa, ajo tu ka baligjët, me thonë, kush e smur tu, ashtë ajo, pa ashtë e ama. Nuk e di, është një situatë shumë... Këta më thojnë mu, ja po të ke thonë kështu, ke thonë ashtu. Po qa kam thonë? Kam qenë me gjithë gru, se kam shku me qetësu, se na morën telefon, tu qa, ne do ikim, ne s'do rrim ma këtu. Okej, ma i thamë, se hajde me mu, thashë, hajde shkoj, ma qa kanë këta rëpë, qa puna me këta njerës.
E kam 45 minuta regjistrim. Po ke vajtë me gjithë familjen vetëm e fundit që e takuar. Po, kam shku, po, ja, mull qa keni, po jo, shumë faleminderit, ju jeni shumë të mirë, na keni ndihmuar, po ne do ikim, se ne, familja, ne do ikim. Prap, nëse me thonë, nuk e do ik, po që me ik pirdhuni. Unë prap, po pëjt me gotë, se kemi shku në spital, pëjt, pse bashka shkeq, pëjt, ne kemi qëllim që ti mu shëru, ne kemi qëllim që ti t'jesh mirë, ne, to e marrë me të mirë, nu se jeme, to e marrë me të mirë unë. 20 minuta, u qetsun edhe herë, okej, tha, në regu. I tha, sho, hajde me mu dalim jashtë, se ishin të plasë, shu ishte edhe zetë, majna. Po jo, thot e ama, hajde me tha, sho, hajde me mu dalim jashtë, dulem jashtë, të dura shi. Se desha me ecë shumë rrugë me te, që tu mërë të ajrë. E i thash, që ka të dura shi, a din qa po, atje në fund të semafori, majta se kej parkun, kur të marojnë shiu, dilni nese mas nesër, kur doni shkoni keni park, është park shqiptarës. E din gjithë shqiptarët, Morris Park, e din gjithë, urem s'bëjgjot Morris Park, e din gjithë kër kam shpinon. E i thash, aty e keni parkun, me shqiptarë, dilni, shetitni, mos u mjë një mërëna me mu stresu, me ju kap stresi, se nuk fitoni gjo me këtë gjo. Okej, tha, mirë. Edhe kaq, ka e gjitha, kam ik, shifemi ma vonë, okej, shif në nesë, më thirë në telefon, po keni gjo nevojë, në regull. Kam ik, në orën 8 dajë, s'kanë ba telefon, ikem ne. Po si ik t'ju, ikem ne, okej, mirë, po lek, që të bani me lek të popët me që ik t'ju? Lek doja këthejmë, po këtheja, pro thash të shqip. Futu aty nep, këtheja dhe ik ku dush. Jo, po, që të duhet ty, dile thuj që kemi vjellë ne. Jo, mu më duhet, thash, se unë kam dalë të lyp lek për ty. Edhe më duhet. Edhe pjesë po edhe te këti herë dhe në aty, te këti di pritet, ti shoqërove, ti shkove në spital. Po. Diçka më te për gjithësia. Dhe me thonë, telefonata me te ashtë aty në profil tem që e kam hellë qështë ditën e parë, ajo telefonat, thash, oke, jeni mashtru, se jeni kështu, do t'ju denancoj dhe shtet. Ikni ku doni, se marrë ma me ta. Ato atë kanë shku, kanë bërë denancime vetë, kanë shku në për spitale vetë, por sa kanë i ka ta zotëria këtu që hinë ndel, zotëria, nuk kam unë dyshim se kush ato e vjallë go fondin, nuk kam unë dyshim se kush e ka kryu gjithë këtë. Aleksi nuk u arrestu, gënjej. Kë zotëria del e i pret këtu. Pse Aleksi thotë nuk është arrestuar në... Nuk është arrestuar, ja, unë e kam kartën e Aleksit, unë kam edhe mish në Dubai, e kam verifiku në polici Dubai, ajë nuk të rezulton i arrestu maskun. Edhe kësemi ka njerëz ma shumë se unë. Shkojnë, të futet polici Dubai, të me apin letat mund nga policia Dubai që Aleksi është arrestu, unë të kam bërë shty. Amo se kë ka njerëz ma shumë se unë Dubai, këtë zotëria. Ty në të marrin letrën nga policia Dubai, të nga të regojnë ne që ja ku është arrestu. Atë letrën e merëm, një avokat duhet një 300-500 euro. Ta marrin letrën, ta marrin, të mgjerin mu keq, shkojnë ta marrin. Vesh mos ta bëj falso se... se unë e kam marrë. Edhe jo tani falso bez do gjeta një po bëjnë analizat e atë nesore, po i thot ai që nuk e ka... Edhe kjo është të shoko, gjitha këta bajnë intriga kot për mu, këta janë hile këtë gja, që ose këta nuk janë hile, dalin, të sharojnë, unë sem të usha me asken, ta hynë e shajnë, janë i thot, na qave trapin, tjetë dhe le shane ne i merë, unë jam të folë qa kam pa, qa jam të pa, këta të shane për interneta janë gangsteja, gjithë janë të fort, tjenë bura vinë e shajnë për balë, se njani si tjetëri, ne në internet shajnë gjithë kush, se s'ke që e bën tije, ku dinë sa milje lërgë jeti lërgë me jetë ashi, i të shmune shpesha, mund që bëtë qatë dush. Kështu që... Unë thjesht... Dalin të shkarojnë zonat e veta vetë, për mu këta janë kanë gisht, si njani si tjetëri, që ose unë jam gabim, ti vërtetojnë vetë këta vë që jam gabim, e unë po tërhiqëm. A i dele, unë e nëzjerë doktorin, e thot nuk ka leuqemi, a i tjetë e thot, e ka ba videon falso, thot kjo, e kam ba me ChatGPT videon, okej, të dola, të qita kartën e doktorit.
Po ai doktor. Ajo është origjinale, telefonata është shumë e qartë dhe origjinale dhe Po më shok. ajo Fix. Dola, se Aleksi tha jo janë video koti. Të dolat nesmën janë zora kartën e doktorit. Po ai doktor që më ka thirrë telefon. Po ai doktor që i gjoni zonin aty, ja kam nxjerr me kartë doktorit. Kushdo mund ta marrë në telefon. E ka numrin aty, e ka emailin aty. Kushdo mund ta marrë ta verifikojnë. Ose tri po, ai ke thënë ti këto fjalë. Se unë me fjalët e doktorit jam bazuar, vës, unë jam doktor vet. Haja noshta vdes nesër, që se më ka rrejt mu doktori, jam kuptat. po. Unë me fjalë që më ka thonë doktori jam bazu. Doktori thot, merë që e në shpi se në regull. E thot, i kemi ba, thot, bone biopsy. Ja kena ba biopsy në atë që ka pas transplant. Nuk rezulton, thot, leukemia, jeni gut me shku në shpi. Oke, në regull. Ka shi hajde tikim. Dënë me hy një spital tjetër, po, hajde hynë. Jo s'du letër me marrë lekt me ik. A ti është tjetër gjatë. Mendoj unë, se tani në qoftë do ta kishim per Aleksi me Semi këtë skemën, nuk do ta dërgonit e ty, olla. Do gjeni dikë tjetër në Amerikë, pse ta çonit e ty? Ti do ishe personi i fundit që ata do ta sillnin, në qoftë se do kishin Po tregojnë pse. Me më nxjerr keq mu, se unë fola për Semin, thash Semi e ka fut në burg Aleksin. Aleksi ishte që ditën e gofoni me më nxjerr keq mu, thirr çunat e burgut, thirr leshin e preshin, e mas 2 ditëve sa e mori vesh që po i bëhet delancimi i lekëve i tërhoqi lek me vrap, lutem. Se i di unë e gjona. Pse e kanë bërë mu, po. Lutem, me i purte unë, me mull mu, edhe këta me dalë bukur, i morëm ne. Se kjo ka në misioni time. Ky rrjet social ka treguar në disa raste që këtu nuk ka pasur mëshirë njeri për të ulur tjetrin, për të shkelur mbi te dhe për të ngjitur lart vetë. Bravo. Kjo ka ndodhur në këtë rrjet social me personazhe nga më të ndryshmit. Këtë e besoj. Kështu nisën në shok. Kështu nisën, se unë isha të ju dhënë buk, i kisha në spital, i kisha në shtëpi, isha të i nimu me shpirt. Kam nejtë gjithë ditë natë mas të dhe në 4 mjesë në për spitale me ta o shok. S'ka marrë shpi, kam fjetë në divan në shpi, as në krevat nuk flesha. Qohë ikë të spitali prapë, shko hajtë si me kena të rëpë të shpi s'teme. Edhe në fund, ta u qunë me mullë mu, që të me mullë, o jam të një mu njërë, as kam interes, kam as i gja. Kam lënë gjitha punë të mija mrapa, me evente, me gjdo gja që kam pas në dorë, tu u marrë me ta. Edhe, kjo është arsyeja pse, se po më thu ti pse e kanë bë. E kanë bë, pra, shko, merri lek, po pres, se po flas para kohët, edhe mund tjetë edhe gënjeshtër, po kam 1-2 persona që më thojnë, to gocat kanë punu një salon Samit para do viteve. Ndoshta mund tjetë rënë, nuk është e vërtetuar, po i kam 1-2 mesazhe që më thojnë do të çojmë video. A i thash, okej, ma qoni video. Nuk jam i sigur. Ta qoj edhe ato mesazhe. Nuk e besoj tjetë se e shumë e thellë po tjetë në këtë lloj forme. Po tjetë edhe mos tjenë, po mundet edhe tjenë. Am kuptot. Nuk pa akuzoj. Nuk pa akuzoj me këtë gjë. Po këto gjëra që të vërteta, këtu ka shumë njerëz që rrezojnë veten. Mos më keq kuptot, nuk pa akuzoj me këtë gjë, po them kam 1-2 mesazhe disa njerëzve këtu në këtë platformë Leshi që është, që më thonë, do të shojmë video se kështu. Thash, okej, po mi quta do video, jo di shumë për njerë. Tash i po presim, ndoshta gënjejnë, ndoshta vinë edhe video. Nuk e di. Po ti kishin nis direkt. A kupton, ku janë lek? Lek, shko lypi një Samit se ka lek boll, a miliarder. Lypi një këti, unë s'kam punë me lek. Lek ti ka sua da molla, shteti Amerikan i ka bloku, i ka freeze, se avokati jem ka shku, e ka bo claim fraud, kështu delancim fraudit lekve, go fondit, është freeze. I thojnë është bloku. Ato s'mund t'i nxjerrën, as mund t'i levizin. Është blokuar tani pjesë e go fondit? Po, banka është bloku këtë, si go fondi, si banka, aty në për momentin, ata s'mund bëjnë as i gjo. Ata është venos shteti.
po do me ja u lën, po ja u merr, e din ata. Po, nësa ka mund informat, do i kthejnë lek, mërna orëve ditë, pak maksimumi 5 ditë, gjithë kuj. Kështu ka mund informat, se sa... Në qofse ajo është... Nësi mrohen ato, pastaj, se që mund të bajnë e din ata. Se do të mrohen, edhe ata do të justifikohen për ato lek edhe ata. A e fitojnë, nëse fitojnë mrojtin e din ata pastaj. Normalisht. Po tani, përsa i përket pjesës së Aleksit që janë këto lekët mbrapa, ati po kjo është për problemi, se janë kthyer lekët mbrapa, nuk janë kthyer lekët mbrapa. I ka tërheq lekët mbrapa. Kam letrat unë këtu, ti qoj, dënë ato ti qoj, këtu ti qoj. Ato lek, a i ka tërheq mbrapa kur unë i kam thënë për në verës, ti nuk ke shans me vjallë popullin shqiptar, ti do të kthesh gjitha lek mrapa, cik me cik, ose unë ty do të denancoj të fus në burg. Nuk ke shans ti me ik me ato lek. Atëherë, Aleksi ka marrë lek të veta fix 3-4 orë mrapa. Edhe, unë kam i nga spitalja dit, këto mi kanë qu mu, po ja se Aleksi i mori lek të veta, i kam këtu me mesazhe. Në momentin kur ti ke thënë që... Po. E po i bje kështu pastaj, në qoftë se ato kanë anulluar, apo kanë bërë refund, në qoftë se lejon GoFondi, që lekët e Aleksit ktheshin mbrapa, ato kanë menduar që po të merrte Aleksi lekët e tij mbrapa, atëre problemi mbyllesh edhe ti nuk vazhdojë mëtej se s'kishe për çat vazhdojë mëtej. Kështu që i bie që Aleksi nuk ka gisht këtu pastaj. Se s'ka gisht. Po në qoftë se ato të thonë ty pse u trem Aleksi, pse i mori lek mrapa, pse si la, i kishte hell lek për bamirësi. Pse i mori mrapa? Aleksi i kishte hell shok çunat e burgut, i kishte hell shok të Aleksi, i kishte hell lek. Pse bani claim? Nga banketi o vëlla. Po pra, po ja kanë bankati ka hell ai, po atë natë ishin çunat si po i thoshin, hill ti se t'i japim ne. Po pra rregullohet me njëri tjetrin ata. Po. Ai hedhur nga banka vet. Me intriga e tillë ishte ashtu. Ora ai ka bërë pagesat. E la. 99.9%. Ai ka bërë pagesat nga PayPal, unë ja di PayPal. E di kush i ka bërë pagesat, e di që i ka bërë Aleksi me kazan me emrin çka ka. E di të gjitha. Po e di. Por po them atë natë që u hollën lekt ishin domethënë që po vishin nga çunat anë këtej. Okej, edhe ky po hillte. Po. Tashi, a u hollën ato lek? A ishin çunave, çunat ti punën lek ty, a i në rregull ti me lekët tuja? Pse po i të hek lek mrapa ti? Po unë nuk e besoj se i ka tërhequr, se s'ka pasur akses ai ti tërheqi vetëre. Po ka akses, tir bankën të hek lek mrapa direkt. Fraud. Po, direkt, me sekonda. Po, direkt. Unë të shqip t'i hell lek ty në GoFund, e marrë bankën të me në telefon direkt. Për gjysojët i kam lek në account mrapa prap. E din kush ka karta bankën, kush jeton, kush e dini, se unë nuk po flas kot. Ka për thirë hillit i 500 dolar të ashtë një GoFund, mere bankën tonë në telefon, dhe një gjatë nuk i kam hellu, në është fraud. Bankat i këtën lek tuja mrapa, GoFundi i thot, këto lek ishin fraud, edhe mi u gojnë GoFundi, se s'kapet me bankat e bocë. Okej, thot, ha lek tuja. Edhe kështu nolli. Pra, Aleksi, pse u këthyn vetëm lek të Aleksi, më shët? Me që ka pula se nuk i pas ka këthy Aleksi vetë. Pse u këthyn vesh lek të Aleksi? Pse po kërkojnë gjithë njerëzit tjerë lek të veta? Pse s'po i këthej njerëzve tjerë? Pse s'mo këthy mu 500 dolarë? Unë kam hell 500 dolarë, s'kam hell asi lek më shumë. Pse s'më vjen mu 500 dolarë që i mrapa, vëlla? Nga një burë se nuk... Në gjë, vëlla, jam i rahun me uje, me vaje, me ufo, me gjitha, gjithë jetën. Nuk... Me dalë situatave, mund t'i dalin si të dojnë ata. Por, unë, nga këto gjana, nga këto situata, nga verifikimi që kam bënë Dubai, me shejik shumë të fort, që janë shumë të fort, që i hynë sistem për 2 sekunda, mund ka dalë rezultati jem këtu ku jam sot. Kaq. Ta shi këta, të merret me parë qaj, ke pas të ti shok, e s'ke pas të shok. U s'ka pas asi shok. Minutën që ka nërtë kjo familje në New York, unë jam marrë vetëm me ata. Only people, vetëmit njerës, që ato janë taku, ka qenë nusa jeme, nana jeme, baba jeme.
Edhe baba një herë mund ta kenë pas, është i vjetër 80 vjeç. Atë mund ta kenë pas të hyjë të dalë, se i kam qitë të shtëpia ku kam Patriarki ke mbajt në familje, ke mbajt në shtëpi, ke prit në familje. Po. Këta kanë kënë dhe me thonë njerëzit që mund t'i kenë taku këto njerëz. As si njeri, as si shok, as si shoqe, as njeri në botë tjetër, nuk ka qenë afër këtyre njerëzve deri ditën që kanë ikë. Ai më thotë, mo, je po parku, je po plazhi. Parku po, e kam afër shtëpisë, i kam tregu. Shif se keni park, këtu në lagje, si të vishti nesër në Amerikë, vëlla. A dhe me ta tregu lagjen unë ty. Normal. Aty i kam thënë e kej kafe shqiptare, kafe e mirë, mundi më shku me marë cappuccino, macchiato. Do t'i tregosh markete, do t'i tregosh një dyqan, do t'i tregosh ku ka një vend që bëhet cigare. Po, ja këto i kam tregu, i kam thënë keni edhe parkun aty. Kaç. Tash i xherrin mua bete kot. Hajni. Nuk e di, unë e logjikoj me fjalën në një mënyrë që sinqerisht ju jeni munduar të bëni mirë. Ti ke qenë i pari që ke parë situatën aty jo pozitive dhe pastaj ti mendon me të drejtore, nuk po të them ti mendon që mund të jenë 2-3 ose kjo gjë që mund të ketë ndodhur dhe ndjesh keq, ndjesh sikur ka dashur të ulin. Ti lëviz, një sekond, bo, ti lëviz, pse s'mune me i tërheq, shte unë s'kam thirrë shok banka, la. Asa të mani heq për 500 dolar. Unë thash, aq kam hell, as jam marrë, unë e kam bloku këtë gofondin sa për dinin tane. Të këthejnë tana lek mrapa, jo veç 500 dolar që jem. Pa e si Chris Bëthën për këto. Nuk e di, unë po e thoja dhe ta them prapë, Eli, ti je munduar të bësh mirë, ke ofruar veten tënde, familjen, çdo gjë që të vazhdosh në këtë situatë dhe të mundohesh të japësh më të mirën tënde për ta ndihmuar atë familjen. Në momentin që i ke parë gjërat aty dhe nuk kanë pëlqyer, ti ke reaguar, po që të ketë gisht Aleksi me fjalë, me Semin nuk e di me fjalë. Mua më duket shumë herë më e besueshme që diçka nuk shkon me familjen në mënyrën se si e kanë organizuar atë kërkesën. Po vlla, dëgjoj Elin, nëse është kështu si e thuti, dalin në vlla, që unë ja kam thënë edhe dje. Ti o zotrin, nëse s'ke gisht, unë po të zerë doktorin, unë po të zerë nanën e vetë që thot ikme, s'dona me këthy lek, ti pse i delza? Pse i rinka? Ate nuk e dija më dëgjove çfarë. Për mendimin tim ai ka bërë gabim që ka thënë vajza është e smurë dhe me idenë që zotohet që është e smurë. Ai duhet të thoj vajza. Po vlla, të lutem. Vajza është e smurë, nuk është e smurë. A kupton? Është e ka pas leucemin edhe ka dhe me thonë kuro që e merë shumë nga goja, ka do hapa që i merë të shepar, po nuk është vajza për transplant, nuk është vajza për 450.000 dolar. Vajza ishte në spital, nuk e ka në gjak, thot, për momentin. Mo, vajzës mund t'i kthejt nesër, pra, pas nesër, se është munje e pabesa jo. Nuk është gjasi, a kupton Elin? Unë nuk kam thonë kur që vajza s'ka qenë e smurë. Por vajza ka marrë 450.000 dolar, duke thonë që po vdes për 2 javë, po nuk u bë transplanti. Nërkohë doktori në midis Manhattanit thot nuk ka, e ka të kalume, edhe duhet të rrinë në kontrol. I dha kliniken, tha kjo është klinika jonë, qose unë i dhash adresën e shtëpisë teme, dhe doktorit i tha që do jetoj në New York, sa për ashtu, ja dha emrin e klinikës, të gjitha tha këtu e ke, tha 2 vjetë resht, do shkosh 1 herë, 2 herë në muj, të kontrollohesh që mos të rikthëhet, dhe me thonë të majmë në kontrol. Por për momentin jenë regullik, vazhdo aktivitetin tani, tha s'ke, nuk ke as i punë në spital. A më kuptot? Po mos... Si do bosha unë, të risha unë aty, të thosha, okej, merë një ato lek, të shi dilin klub diskotek, shko ba një bus, shko ba një cica, shko ba një bruth, qaj një gjysën, sajme gjysën Aleksi dhe jemi në regull, se nuk ke gja. Qa të bajun? Pash okej, u goc, i e shëru me s'ke problem, po, ka për këthejo njerëzve lek. Dila tu i thosh me kamer, thu i falim dhe e gjithve, ju di për njerë, që se kam nevoj ma vonë prap, do ju kërkoj prap, këthejo njerëzve lek. Ato s'pranun, edhe shkoj puna këtu. Për këtë arsye shkoj puna këtu, se nuk do kishte shku ka gjatë.
ajo e kishte në dorë me hy, me ba që a i thash unë. Okej, o popull, falim derit o Alex, falim derit o El, falim derit o gjithë popull si më keni një mu, unë jam e shërume, nuk kam nevoj për transplantin, ja po jo kthej lek mrapa, inshallah nuk kam me pas nevoj, po të kem nevoj do e kërkoj prap. Prap do kishim hy, prap do ja kishim ba. Po, ashtu do ishte shumë herë me ndershme dhe do ishin më shumë njerëz për të dhënë kontribut. Ja është e drejta. A jam thot mu, po ik thot ti thot e thuj që i ka vjell thot pranë vera lek. Po si më të dalun të thamë ka vjell pranë vera lek, po unë jam lyp si jot, unë kam lyp për ty. Jo më i goc. Po ti me Aleksin gjatë kësaj kohe, a flisja kishe komunikim? Urdhra? Me Aleksin kishe komunikim gjatë kësaj kohe? Kam pas komunikim. Ja, keni folur o vlla se ju e bët bashkë. Kam pas po të them pra, kam pas komunikim deri atë ditë që është kthy në Turqi. Këto kanë ardhur këtu, i kam thënë kështu. I thash ato do vinë, thash në Amerikë. Tha mu thash, s'du më marr mama atë punë, s'më intereson. Okej, thash, dhe s'kam pas ma komunikim me te. Po këta kanë pas gjithë kohën. Geralda ka pas gjithë kohën me te. Se Geralda kanë makinë me mu, dhe me thonë, spital, në brëndë, spital, në kafe, në restorant, gjithë ne. A këtën? Ka shka kanë komunikimi e me ta. Pas taj komunikimin e funit me Aleksin e kam pas, prap s'kam desh me ja ba publike gjana, ja kam qu të gjitha letër, thash, shoku, qa tu në këtu, dhe, se i pas këtë rejek lek mrapa. Se këto mi qunën mu. Adin? Filloj të mba si cub mirdite, të mba si i fort, ja po qa janë këta, ja po unë anë, ba. A di qa thash, po i Chris bëthën edhe ti, se mos ba mu thash cubin, se jam njëri ka bu me folë mu ashtu, edhe ja që s'kam pas ma komunikime me te. Jo, mua më duket qikë si këshuare, se unë si kur tjetë e vërtet, kjo me fjallë është diçka shumë banale, shumë e ullët. Te plak të një natë shkon mrena ti, si do si tjetë puna, kur flet fena. Te e plak ty në se o morë policia, iq për bazë. Pse se o morë asi fjallë për bazë? Veç i tha, vazhdo një goca se ju ka një scam. Jeni scam, i tha policia, jeni scam. Këto nuk, you guys don't stay on your ground, i tha, nuk shofim tu asi gjo. Jo, ato që ose kanë gjëra për të nxjerrë, duhet të nxjerrin, që ose nuk dalin fakte, i bie që diçka nuk shkon edhe kaq, është shumë e thjeshtë. Po nuk dolën fakte kundra atyre që ti ke nxjerr, i bie që qëndron ajo që ke ti edhe më nuk. Unë po i them, unë jam këtu, unë qa flas ti nxjerr me ngjëzime me video. Ajo thot kyt atë, nxirri, jo po s'kam. Ec po. Ec mos fol kot. I kthir polici, shkon spital e bën qëllimi o shok, qëllimi është, marrim lek të zhdukemi, me pafshim. Kanë deklaru aty në spital, kanë deklaru, jo do ikim nga spitali sot, se do ikim e marrë një mendim dytë, do ikim on në Vjenë ose në Barcelonë. Edhe ku vajtën si përfundim? Nuk di, s'ja marrën, as du me ditë, nuk duhet di. Nuk di hiq. Po unë flas me letra, si kam marrë letrat e spitalit. Qa kanë folë në letra këta, qa kanë lanë deklarat këta. Do ikim në Vjenë ose në Barcelonë. Se do shkojmë dhe të shofim do marrim leket, do ikim në Vjenë ose në Barcelonë të kemi një mendim dytë për doktorit. Se doktori Amerikan nuk i hynë punë, a kuptat? E marrë. Po e si ishte edhe një lajmë të keq edhe dalë edhe o burrat ikim me vend tjetër të marrë një lajmë të mirë. Se po të kishte marrë një lajmë të keq, me logjik, o burrat gjej një tjetër që të qetësohem se si qëndron e vërteta. Po e lajmë të mirë mori, nuk është mori lajmë të keq. Kur merr lajmë mirë ti duhet më gëzu, po a kupton Elin o shok, kjo ka qenë çdo gjë e Kurdistan, çdo gjë e vizatume fiksa, kupton, shkojmë, trimi ditë, dytë, parim leke të ikum, se mu më thoshin, po pse do rrim ne me zërë këtu? Po jo më i vaj, pse me zërë, kush po të marrë me zërë? Ora, do hysh spital, as do hysh? A jo, po do hym. Jo më i vaj, se s'kam punën me ty. A dënë me shku në spital, apo nuk dënë? Po, do shkojmë.
A kupton? Domethënë këtyne i bezdiste pjesa që unë isha afër tyre në doktorat, në letra, në infermiera, në këto, sepse qëllimi ishte... Nuk donin që të isha aq afër. A kupton? Qëllimi ishte, si i thojmë në Amerikë, in and out. Ik krypun, ik zhduku. Edhe këto për i bezdiste ajo gjo. Derisa morën vënimin në fund që e di qa, ecë ti ikëm këti, shkojmë të spitali, marrim letrën e emergjencisë, kalojmë lekt edhe në zhdukna. Edhe unë ju thash, do dalë, do jo nxjerë të gjitha. Këtheni lek mrapa se vjen kërë si ne femna. Ju ka fut dikush, ju ka shty dikush, nuk e dikush, mos ta bajmë madhe. Futeni, këtheni lek mrapa njerëzve, dilë thuj që jeni shërume, unë s'kam pun me ju. As ju për men, as ju hell në video, as ju hell askun. Jo, tha, dile thuj që i ka vjellë unë e lekt. O, okej. Unë po dalë edhe po theme edhe nuk po t'lej me i vjellë. Unë po t'i bëj të dyja të shi. E di po... E çuditshme të duket se historia dhe sikur t'jetë e vërtet sinqerisht. O ti, ala flit këti, le vis qa e ti. Kam thënë që iko Geralda në Turqi, ala ka këtu ti më shoko. Thash që Geralda, shoqja e tyre, që erdhi me ta, sa u mor vesh lajmi, ajo valigjet me vrap i këtë Aleksin Turqi, o ti shoko. Shko pas shko laj pak vesh të va, se mos janë mush me këshu, me gjeth. Tani Geralda ishte kjo shoqe ngushtë e veta? Po, Geralda është ajo që ka dalë ka ba thirrën që ditën e parë për ta. Ajo din çdo gjë, po ajo s'do me folë, se varet ku e kanë hallin ta, ku e kanë problemin. Edhe këto i din të gjitha, po shpresoj të merret shteti me ta dhe do i zjerrin vetë këta. Se kush e tek e si, se femna është e dopt kur bjen dorë shtetit. Ajo... A kupton. Po e mira do ishte që të dilte e vërteta kësa historie dhe gjithsesi cilit merrte atë që meritonte, se në fundit Unë e hyna se të pashtu ashtu, se unë e kam kry si detyrimin tem, my mission, se i thojnë, is over, is done, unë ja kam freeze lek do i këthojnë njerëzve mrapa, edhe nuk kam, unë s'kam ma, unë s'merë ma me ata, s'du me ditë ma për ta, kusht ketë, aty janë fakte, nuk i heq shpej aty, doktoratën, adresat, gjitha i kanë aty, të gjithë rekordin e spitalit e kam, nuk mund të bëj publike, sepse është medical records privacy që unë dhe me thonë damtohet me ligjë, nuk mund të bëj. Kështu nuk mund t'ja sheri askun. Unë i kam, kush të doj, të vi, unë jam këtu në Bronx, New York, në Queens, kush të doj që jashtë interesum prej grupit të Samit apo të Aleksit, të vinë të i marën, apo kush kanë thanë që është e arba e dare këta, unë e kam të gjithë dosjen e presbiteren, a spital ku ka kanë e ashtrume, në zarf. Të gjithë. Por publike nuk mund të bëj, sepse damtoj vetën, edhe se kam vun plan me damtu vetën për asken. Kështu që, my mission is over, is done. Unë e kam pas misionin tem me ishëru në fillim, dolen scam, dolen mashtruse, kam pas detyrimin mu bloku lek me ju këthy gjithë njerëzve që unë kam thirë, se Aleksi lek të veta i ka marë, ta shje mrapa të merët kush dojnë me ta, unë s'du me ditë për ata. Heq, as du me ditë ku janë, as du me ditë ku shkojnë, ku hynë, as du me ditë hiq ma në këtë botë e në gjalla për vdek. E kuptoj. Ka që va. Për shnesë edhe ty, shok, se bëjë për më pak. Ai bëja që përmenda një dyre emrin edhe madje të thash gjën fillim se nuk kam dashur të mbaj krahun e askujt, thjesht kam dashur ta kuptoj si situata dhe vetëm kaq. Kjo është situata, kjo është e vërtetës, edhe nuk ka si lloj vërtetë tjetër. Koha do i zjarrin gjitha, unë jam i gatshëm. Lagat me qeshit ajo është e padiskutueshme. Unë të thash, unë jam i gatshëm për çdo lloj regjistrimi që thasemi pare që kanë bëha ata, unë jam i gatshëm direkt me hy live edhe me direkt me janë zjarë se unë
nga dita që i kam pa që doktori tha kjo është në rregull, unë nuk kam folë me ato njerëz më asnjëherë pa regjistru. Unë makinë teme kam kamerë, mrena makinë, me voice, me ftyrë. Kam ku kam hyrë në spital të ato kam majt voice-in nezur. Ku kam folë me nanën e vetë kam majt çdo move, çdo lëvizje, mas ditës që doktori ka thënë kështu është muhabeti, unë i kam të gjitha. Me kamera, me ingjëzime, me çdo gjë. Për unë nuk tremem se unë ja kam thënë që ditën e parë, ik shkon polici, shko ku dush, se unë s'kam bërë asgjë veç mira. Unë s'kam bërë si gjatë keqe, këtu jam i përgjigjem çdo kujt. Kështu që ato e din vetë të shemrapa që bajnë, e vërteta do dali se do janë nxjerri, se a do janë nxjerri në Arabi, o do janë nxjerri shtetin në Amerikë, nuk ka hall pa dalë. Kush ishte mrapa, kush ishte, ta thash edhe herë, kur të vi puna e një femër me u shtëngu bëtha, nuk e mon shumë. E drejt. Nuk është si nasi, më hy me majnë burg për shok, po femna s'mon burg për asken. Jo, e drejt. Do dali. Se kur, do shohim. I ka vëtë për shnes, trujt zoti. Trujt zoti, faleminderit, respekt. Nuk e di që unë bëm pjesë e një diskutimi pa dashur të rëndoj mas Elin, as Semin, as Aleksin. Unë ju thash edhe pa ardhur Eli që unë me Aleksin kam komunikim të pakët edhe njihem, kemi shoqërit përbashkët, me Semin kam komunikim edhe normalisht njihem. Me Elin s'kisha pasur ndonjëherë asnjë lloj diskutimi apo komunikimi. Për mendimin tim personal është diçka që duhet të presim edhe të shikojmë se çfarë do tregoj koha. Unë nuk e besoj dot që Aleksi të jetë në skem, nuk e besoj dot që dhe Semi të jetë në skem. E kuptoj zhgënjimin e Elit sepse ka parë një situatë që nuk i është dukur e mirë dhe thot që me të drejtë diçka thot mund të ketë. Kështu që u a thash edhe njërë tjetër, edhe po t'ishte një diçka që do dite me fakte e vërtet, normalisht do dalë do flasë dhe do jap mendimin tim, por unë nuk mendoj. Nuk e di, është mendim personal, me fjalë diçka personale. Është situata e familjes, pastaj diçka jo e qartë edhe mund t'jetë, gjithsesi mirë nuk është si situatë. Nuk është as pak situatë e mirë, është situatë e shëmtuar në përgjithësi. Është situatë e shëmtuar. Nuk e di çfarë të them. O po shkoj që çuna. Gjithsesi na bëni na follow. Kush nuk na ka, kush do të na ndjeki, kush nuk do na fusi blok, edhe jemi në rregull. Por mos paragjykoni njerëzit pa dal e vërteta. Jo, unë as blijem, as shitem, edhe më nuk mbledh dot as kush. Madje përshëndes Klevion se kishte dalë, kishte përmendur një listë me emra, edhe thash me veten time, shqyr Zotit që nuk isha të ka lista, imagjino ti je në listare. E ndoj që ti apo jo? Imagjino ti je në listë që të blej plaka bukën me lekët e dikuj tjetër të ta japi për drek. Që jam motrën 2 metra litar, 2 janë shumë, po. Nëse unë kam nevojë për çik më shumë litar, se jam çik i shkurtër edhe duhet litarit jetë i gjatë. E ashalli madh vërtet e kushtrim. Edhe ashalli madh, e kupton apo jo? Gjithsesi, respekte. Nuk e di këto ngjarjet e fundit mua më tërheqin për tërhequr, po nuk kam dashur ti komentoj, ore. Kam dashur të presun, nuk ka problem. Se unë jam ai që deshet mjethin poshtë autobusit, ore. Unë preso, nuk prish punë, ore. Se unë kam një gjë që unë e kam me nge TikTokun. Part-time punoj te TikToku, unë po e kam me nge. Unë pres. Kur vi momenti,
dalë, them edhe unë atë timen. Imagjino të ketë pasur skem. O nene, mbaj me unë pastaj. Po të ketë pasur skeme të vërtetohet, po unë po rriore, po pres, po inshallah nuk ka, se po të ketë. Po të ketë skem, ju jap fjalën, do marrë në një këngëtar popullor dhe da sjell në Island, edhe do të ave të këndoj këtu live para jush, edhe do kërcej, do edhe valle. Do zgjedhim një këngëtar popullor, do ta marrë ta sjell edhe valle, hop, ai do këndoj live unë, valli avu, do kërcej me këngëtarin. Po inshallah nuk janë të vërteta, se sinqerisht nuk e besoj. Qa thua more, ero e sigur, do marrë këngëtar ore, që këndon popullor që, sikur të dalin gjërat që flitem shembull, por nuk e besoj. Sinqerisht nuk e besoj edhe nuk dua ta besoj. Me thënë drejtën, nuk ja hedh dot poshtë disa gjëra që kemi bërë bashkë me njëri tjetrin, që më bëjnë të kuptoj edhe të di apo të besoj në vetvete që nuk është e vërtetë. Nuk e besoj. Nuk e besoj që të ketë gisht Aleksi Kursesi edhe Semi Kursesi. Jo për t'i bajto kraun, se nuk ka lidhje këtu për t'i bajto kraun. Edhe Eli ka ato shgënjimet e veta, për ato gjërat që ka parë, për mënyrën se si kanë ardhur situatat. Po, unë nuk e besoj. Po nuk e besoj. Remoku, nuk e besoj, nuk e di tani. Gjërat do dalin. Prisni se do dalin. Gjyshja ime do me vjetë 600 këtët. Shorti hidhet të ejnëten në orën 9. 8 apo 9 nuk e di, edhe Fabio. Më duket se do bëjnë një dallaverë, se duhet ta kishte bërë të martën. Duhet ishte hedhur shorteu, duhet ta kishin fituar makinën. Tani që ka shtytur, si duket do iki do bëjnë një hile me ato goglat. Është një gjë. Gjore Fabio Lala se të gjonti të vjen. Se bën vaki, nuk më bje mua makina, i bje që e ke bërë me dallaver pastaj. Se unë kam bërë shumë bileta nga gjithë. Po nuk mëra mua, ka futje. Imagjinore çuna sigur të më bjerë mua. O nene. O që do t'a gjej Fabion pastaj. E keni bërë me plan të bleu profesori, sa lek të dha, qa s'keme keni berë. Harrojt kjo e GoFundit ore. Këta do thonë kështu, shqyqyr do thonë këta, t'i bjerë profesori që ta heqim në sikletin. Unë do t'i them Fabios këshuar e ditë në shorteut. Ato biletat e mija, hiqi. Por të dalë emri profesori, t'i them leren tavolin, mos e fut aty fare. Mos e fut aty t'i them se ben vaki më bihe mua dhe shpëtova këta të tjerët unë që po lafose në lerte poshtë. Ua hoqja vëmendjen jo të mirë këtyre dhe i mora unë. Unë do t'i them hiqim njana ula, Fab, mere goglën emrin tim po, lere aty nuk dua, mos më fut në shorte. Dhe t'i bje klevis qeles o më mirë. Se si tjetër në bje muare. Hajde ta marrë vesh pastaj tha që jo që e thua, unë do t'i heq biletat e mire. Mire, mere me këta hon pastaj, e bët me dallavere, ja keni futur poplit e, ishin 26.000 euro makine, shiko qa bëni ju për 26.000 euro. O nene. E dini këshu ju. Legu të legu dhe. Fabi intriganti. A është transparente. Tani, në djenim time do t'jetë transparente. Se qa do bëja i, unë nuk e di. Që duhet jetë. Mba populli. Jo populli banare. Populli po mbanë e Tiranën ka edhe Sali Berishin, kanë 30 vjetë. Qështë mba populli? Mbanë populli sa i luanë fenë. Jo të mbajtur, po të mbajtur këshure, Të mbajme si popull, jemi popull e snaf, kemi popull që të si do. Numrin e thënë, nuk e di që do bjerë, jo.
Më duket se 171-shin, ata e ka zgjedhur fitus. Profja s'kema gjithë lotosh. Ore zi gure dhe këtë ma bërere fratello, se të pas që ti e bërë pin. Mos shikoj që nuk kam vetë gjusë lyket, po shikoj. Mos shikoj, më shek shu pas syze, po shofun, syze ti mbaj kot për qef, për sport. Syze ti mbaj për kamuflazh, o fratello. Syze ti mbaj se kur jam në timon, i vë këtu poshtë. Që kur të më shikojnë a një kështu, që do të më kaloj, thot lere këta le të gjinë, le të i kuj para, nuk ka problem, le të futet ky, ta marri ky më ngushte, kupton? Po ti të komendet e mija ke mendet, po ku e ka mendje, no? Te komendet, o push guqi. Qa të bëjmë e quna, qa të bëjmë? Tani na i follow du na benja, po u ka se një gjomi, ju isë na keni për follow, o në madë. O lëli. Na bëni qik follow gjithë ju s'na keni follow se do jedim shorte onore, se po nuk herdët tek unë në live, nuk keni nga vinit e Fabio se nuk ja gjeni do të adresën ati se i. Po këndon nga poshitët. Po qatë qelën, qatë qelën. Qatë qelën, mana. Qela ka mbaruar punë, ja këtu e qela. Qela ka mbaruar punë. Ka kryer punë qela. Ka falimentuar. Qela la falimenti. Gjithsesi e quna ti iki unë me përshtypje me të mira. Nuk duat komentoj më edhe sinqerisht respekte për qunat, se sinqerisht është një situatë që duhet qartëruar dhe qartësuar. Ika ju rujt Zotit gjithve, natën e mirë të gjithve, edhe kismet Zotit, po t'jemi mirë, shihemi prap nesër në darka. Edhe urojmë e shpresojmë që sjarojnë gjërat deri atere. Natën e mirë dhe ju rujt Zotit. Edhe kush nuk na ka follow, këtë plusin këtu. Kush nuk e shtyp, e dini edhe mallkimin që beri ai që tha atere në gishtit inshallah, ju mos i punoft më gishti. Ati që nuk e bën plus. Ose plus për follow, ose plus për blok. Po kështu kot jo. Kështu që shtypeni, o follow, o blok. Zgjidhni vetë. Natën gjithë